pushtet janë ende njerëzit e tranzicionit të viteve 90, kur nuk kanë sjell ndryshimin, vetëm rotacionin, nuk kanë asnjë vizion për të ardhmen, por tani shqiptarët kanë një alternativë të vërtet, Partia Mundësia, ne jemi ndryshimi, krejtësisht ndryshe. Ne besojmë në një shtet të vogël, që i lë qytetarët të lirë të ndërtojnë vetë të ardhmen e tyre. Ne jemi opozita e vërtet. Ne jemi këtu përballë RTS-s. RTS-ja i kushton shqiptarëve rreth 30 milionë euro në vit dhe ka 1000 të punësuar. Ky televizion shumë mirë mund të punojë me 5 milionë euro dhe 5 milionë euro do ishin shumë. Duam të ulim koston e administratës. Duam që nga 8.2 miliardë euro që kushton shteti shqiptar çdo vit të kursejmë të paktën 1 miliard euro. Ne jemi opozita e sistemit. Ne jemi opozita e të kaluarës. Të gjitha ata që janë mbështetës së status quo-s i thon shqiptarëve për ditë se duhet të zgjedhin midis dy alternativave të vjetra, apo që duhet të zgjedhin midis të vjetrës dhe koalicioneve të reja me zakone dhe abuzimet dhe pazareve njësoj si të vjetrit. Të dashur miq, kush nga ju do gjej se kush e ka kënduar këtë këngë, do përfitoj një drek falas nga unë. Jemi rikthyer pra si që thamë dërru të qikusë. Pagron Sheaj, thamë Barbara Dota, Mentor Nazarko dhe Andi Bushati. Zoti Sheaj, me pak fjalë si përshkon fushata elektorale, ne e pama të ndojkim, këshim bërë një kolazh tuaj, një video, aktiv shumë e gjitha. Çfarë pritshmërie ka Mundësia në këto zgjedhje? Tani si përshkon fushata? Kuptohet që pritshmëria është gjithmonë e madhe, e mira nuk ka fund, por nëse krahasojmë se nga u nisëm para pothuajse një viti, të shikojmë sot se si kemi ngritur struktura në pothuajse gjithë Shqipërinë, sidomos në Tiranë, bëjmë takime vazhdimisht, ka një mbështetje shumë të madhe, sa po bëm të dielën bëm hapjen e fushatës te Pallati i Kongreseve, të premte bëm një tur nga Shkodra në Sarand, ku prekëm disa qytete të Shqipërisë, ku takuam strukturat tona, folëm, prezentuam kandidatët. Tani dhe nëse dua të jem objektiv, nuk shoh asnjë parti tjetër të re që të arrijë të bëj aktivitete si po bëjmë ne. Mos flasim pastaj për gjithë aktivitetet e tjera që po bëjmë, duke gjetur mënyra për të komunikuar dhe për të përcjellë mesazhin ton, duke folur me biznese, duke folur me sipërmarrësit, duke folur me bashkëpunëtorët e tyre. Në rrjetet sociale kemi një rritje shumë të madhe të ndjekësve, të vëmendjes. Dhe kjo do thotë se puna që po bëjmë po sjell rezultat, po arrim të përcjellim mesazhin ton që është për një Shqipëri ku ndryshe nga çfarë ka ndodhur në këto 84 vite, mund t'ja dalësh me punë. Po shpjegojmë, po tregojmë që ka një Shqipëri tjetër përveç asaj Shqipërisë për të cilët flitet nëpër media, nëpër debate, Shqipëria e krimit, e korrupsionit, e vjedhjeve, e përfitimeve, e aferave, ka një Shqipëri, është Shqipëria e njerëzve që punojnë, që kërkojnë t'ia dalin me punë të ndershme, që besojnë tek Shqipëria dhe besojnë që duhet të vazhdojnë të ngulin këmbë. Si çfarë propozojmë ne, cili është mesazhi ynë? Ne qartësisht jemi një parti e re, zgjedhjet e ardhshme nuk pritet që ne të marrim pushtetin, ne të kemi mundësi të realizojmë vizionin ton dhe planin ton, dhe kështu që ne flasim. Ky realizohet duke marrë. Çfarë mendon se merrni? Është një rrugtim, por tani unë nuk po i bazojmë sondazheve që ne bëjmë sistematikisht, çdo të shtunë bëjmë sondazhe të porositura te kompani serioze perëndimore, të cilat na tregojnë që jemi në rritje. Përveç atyre që ne bëjmë që kuptohet për opinionin publik, mund të duken subjektive. Sondazhet e fundit për shembull që kanë nxjerrë si ai i News 24-s, po dhe ai i Euronews-it, po tregojnë që ka një dyshim të madh, sidomos midis partive të reja. Ne jemi ndjeshëm partia e dytë pas Partisë Demokratike,
Dhe kjo është falë punës që kemi bërë në, sidomos, jo vetëm në këtë vit, po sidomos edhe në muajt e fundit. Pritshmëria mbetet ajo që unë kam thënë dhe herë tjetër, ne synojmë që të marrim të paktën një numër deputetësh që të na japin mundësinë të krijojmë një grup parlamentar në Parlamentin e ardhshëm. Dhe sa më shumë i afrohemi zgjedhjeve, aq më shumë e prekshme dhe realizueshme duket ky qëllim. Zoti Sheja ka nga ata që thonë që Agroni nuk e ka krijuar partinë për të vjedhur, një fenomen që ndodh këtu, ëh. Ka dhe nga ata që thonë që kanë krijuar për të vjedhur. Jo, përgjithsisht nuk e ka krijuar për të vjedhur, se Agroni ka para. Por e ka për protagonizëm. Ka një nevojë patologjike, thonë, për protagonizëm. Ç'u thoni ju këtyre? Pse keni krijuar këtë parti? Tani, që unë... Se për të vjedhur ka plotër, po? Që unë me bashkëthemeluesit, me Barbër, me Ralë dhe me të tjerë, kemi krijuar një parti, sepse duam të bëjmë diçka të madhe, të rëndësishme, për cilën të jemi krenar dhe e cilat të shkojnë në të mirën e vendit, kjo s'ka asnjë dyshim, është e pamohueshme, por shumë mirë bëjnë që thonë që ne e bëjmë për këtë, sepse pikërisht kjo na dallon nga të gjithë të tjerët në fakt. Nëse të tjerët kanë treguar gjatë qeverisjeve të tyre, flas për partitë e vjetra, kanë treguar që kanë hyrë në politikë dhe kanë përdorur politikën për të pasuruar, kanë hyrë në politikë që kishin kokër leku, flasin troç, si flitet si flasin njerëzit e thjeshtë ose në jetën e përditshme, dhe tani janë bërë milionera. Pastaj kemi partitë të reja të tjera që pa patur pushtet akoma, ose me pak pushtet dhe me pak lidhje, kanë bërë, në disa raste kanë bërë dhe më shumë se çfarë kanë bërë ata që kanë patur pushtetin. Kështu që kjo ne na bën dhe kjo akuzë në thojza, apo ky opinion ne na bëhet qefi që mendojnë që shohin shumë. Ku ta gjejmë? Zonja Doda, ju me çfarë merreni përveç politikës? Profesioni juaj. Unë që mos merresha me politikë, faktikisht bëra studimet për arkitekturë dhe me arkitekturë merrem. Kur fillova punën si arkitekte... Më thënë keni marrë një profesion shumë specifik, po. Që të mos merreni dhe me politikë. Pikërisht, për këtë arsye dhe është historia e lezetshme, se unë e fillova profesionin të rria larg politikës, sepse ndjeja që kisha një farë thirrje, por kisha parë të prindrit e mi, të familja ime zhgënjim nga politika. Dhe vendosa të përkushtohem arkitekturës, edhe sepse doja të isha e pavarur nga politika. Të kisha parat e mia, të kisha profesionin tim. Është një zanat që të jep mundësi edhe jashtë politikës. Nga të paktët. Por kur fillova punën në arkitekturë, kuptova që në fakt, unë po ju rregulloja njerëzve shtëpit, po nuk po ju rregulloja jetën. Dhe unë tani këtë gjë dua të bëjmë politikë. Unë dua të kem një impakt më të madh te njerëzit. Dua vërtet të përmirësoj jetën e shqiptarëve. Dhe për këtë merrem me politikë. Pra ju mendoni që jeni bashkuar me mundësinë, me Agronin për të krijuar mundësinë më të mirë njerëzve përveç arkitekturës, si mendoni? Tani bashkuar... Mendoni vërtet kështu që mund të ndodhë kjo? Jo, se... Jo, absolutisht. Po mos ta mendoja... Se unë kam jetuar shumë i gjatë dhe herës nuk e mendoj. Ndaj e bëj këtë pyetje... E bëj këtë pyetje për arsye të... Kam parë shumë gjëra. Nuk duhet të deziluzionoj, Absolutisht. Po. Shikon, unë nuk demoralizohem. Unë e kuptoj që eksperienca jote është më e madhe dhe mund të kesh parë shumë edhe në politikë. Por edhe unë kam parë. Do shta jo aq sa ti, po dhe unë kam parë në politikë. Unë vin nga familje persekutuar, unë dhe Agronin gjajmë, kemi bërë paka shumë të njëjtin rrugtim. Madje kur përmende fjalën bashkohem, kur je bashkuar Agronit, unë nuk mbaj mend me të bërë një ftesë, po ne kemi bërë një rrugtim shumë ngjashëm. Ne të dy, edhe një pjesë e bashkëthemeluesve vim nga familjet persekutuara. Ne nuk kemi trashëguar absolutisht asgjë, as profesion, as para, as pronë. Ne bashkë me familjet tona jemi përkushtuar punës për t'ja dalë. Agroni është përkushtuar punës pak më shumë dhe është bërë milioner në tjerët akoma aty, por... Po, nuk e keni patur, se nuk e ke patur nevojshme ta thoni këte, për shembull. Edhe unë kështu nga këto vi nga kjo pjesë, po nuk e kam patur asnjëherë të nevojshme ta them. Edhe Nazarkua nga këto vjen, po nuk e ka patur asnjëherë të nevojshme. Po, është e nevojshme, sepse... Është nevojshme të themi thua? Kur vjen nga një familje e tillë... Ti, kur të shkruajnë ata poshtë tonë, nipi aty. Kur vjen nga një familje e tillë, si e imja, të mësojnë dy gjëra me shumë vlerë. E para që duhet rish gjithmonë në krah drejtësisë, duhet bësh gjithmonë nga e drejta, dhe pa drejtësisë duhet i dalësh gjithmonë në ballë. Këto dy gjëra unë kam mësuar dhe kam trashëguar.
Thash, me Agronin kemi bërë një rrugtim shumë ngjashëm, që nga familja që vim, nga puna që kemi bërë, nga idealet tona, nga si e shikojmë Shqipërinë, nga fakti që kemi qenë jashtë, jemi kthyer për të kontribuar për vendin tonë. Dhe kjo, në 2021 ne kam takuar Agronin kur kemi bërë fushatën për Tiranën dhe kam qenë pjesë e menaxhimit të asaj fushate. Dhe kur takova Agronin, po, më duk një person i ngjashëm me veten, që mund ta shikoj edhe për një rrugtim më të gjatë. Prandaj kur Agroni vendosi të hapte partinë, nuk ishte nevojë për një ftesë. Unë e dija cila ishte gjëja e durë për të bërë. Dhe për t'ia mundësia mendoj që ishte gjëja e durë për të bërë. Këtë e kam ndjerë që nga fillimi e deri tani. E qartë. Kjo shpreja që thatë ju të ngjashmit më shqetëson pak, sepse një partia jetojmë pluralizëm, edhe brenda partisë mund të ketë, domethënë, po themi karriera, prejardhje të ndryshme. Dhe duke përmendur këtë konceptin ngjashëm, fakt e vë theksin tek një moment i cili më del jo nga intervistat e Agronit, por të numri 2, domethënë një djalë që unë e pëlqej shumë, Raldit Kaprit, dhe që kjo parti është e financuar nga Agroni, ekskluzivisht nga Agroni. Kjo është gjë që në një kuptim ngjan shqetësuese. Në një kuptim tjetër është sigurisht më mirë që ta financojë dikush që dihet mirë që ka burimin e parave ka të pastra, e ka me punë, nuk e ka me burime publike shqiptare, por ama do me thënë që e formëson atë parti me të ngjashëm, do me thënë sipas vetes e pare. Kjo është momenti i parë që kam vënë re, do me thënë që kontraston pak me atë përfytyrimin tim të partive të reja që ndërtohen nga një bashkësi individësh që mund ta kenë prejardhje ndryshme dhe që kontribuojnë gjithsesi qoftë edhe pak sipas mundësive të tyre, se fjala mundësia po e abuzojmë domethënë, por ama nuk kontribuojnë vetëm një vetëm. Kjo është se po të shikojmë edhe atë shpalljen tuaj, thonë vullnetarë. Unë imagjinoj që do duhet kishte vullnetarë edhe në kontribuim, që nuk ka, nuk është pranuar kjo. Si nuk ka? Të Kush ata që nuk e ka? Po, të financa. Së dyti, Kush ata që nuk ka? unë do të nuk kam intervistuar Nuk Raldin, është e vërtet. cili tha që kjo parti financohet me kontributet. Mund ta jap një përgjigje të drejtë për drejtë me këtë gjë. Tani, ne jemi në një shoqëri, mua mbet qefi që diskutohet edhe për këtë çështje, dhe kjo është një çështje që ha diskutim. Dakor? Dhe mund të ketë këndvështrime të ndryshme. Ka vende si Amerika, për shembull, që pavarësisht se në Tani edhe një herë, se unë nisa një arsye tim, nëse do ta shpjegoj vetëm çështjen e financimit, më shpjegoj vetëm, jo, më shpjegoj vetëm atë. Pastaj vazhdojmë atë tjetrin. Më shpjegoj, domethënë nëse unë ta lejon për vetëm që të më thuash të çështjen e financimit. Numri 2 i partisë tha që kjo parti është financohet edhe është pozitive dhe një herë shkon nëse ne që kemi eksperiencë gjatë të punë. Ta thash që nuk është e vërtet në kuptimin që kryesisht po, por çdo kandidat, çdo antar i Partisë Mundësia, kur bën aktivitet, ka dhe shpenzime të vogla, që nuk është se vinte Agroni thotë hajde Agroni më jep lekë në naftë se vajta shpërndava flajera. Këtu do të them se cili sipas mundësive jep një kontribut. Pastaj ne jemi shkurt të themi që kryesisht në fakt kryesisht janë. Pse e bëra këtë observim? Sepse emri mundësia është, thash, e përdora, e Raldi u shqetësua, e përdora sepse të zëmë edhe kogdhima që vinte nga biznesi, natyrisht biznesi afërt me politikën në një kuptim ose një tjetër, vuri një emër të tillë, pra është risi dhe emri, ai quhet i zgjidhja, ky quhet mundësia. Edhe unë e provokoj Raldi, thash, a ka, edhe më shumë ta ngjan, thash, qendrës djathtë ngjan ta Berlusconit. Edhe kjo në një kuptim nuk është bashkë, domethënë, model Berlusconi ishte sigurisht njëri që mbahet mend për shumë gjëra të mira, por jo të gjitha të mira. Dhe kjo ishte diçka që më bëri përshtypje, prandaj e vura tekstin te kjo çështje e financimit të partisë. Në momentin kur e vëzhgoj atë faqen tuaj, ka shumë element pozitiv, ashtu siç kur unë kam parë karrierën tuaj me të vërtet përplasjen brenda PD-s, e kam vlerësuar që ti ishin nga kandidat më serioz, drejtohem me ti për shkak të afërsisë dhe serioz për ta marrë kryesinë e partisë përballë Bashës dhe pikërisht për shkak mungesës hipoteka në raport me të kaluar. I po thënë këtë, kjo nuk bën që ne të shikojmë figurat politike, veçanërisht ata që tentojnë të kontrastojnë, të prishin status quo-n si shtat ju, të kundërshtojnë alternativat e vetëm, domethënë të shikojmë o bardhëzi, pra të shikojmë çdo gjë që ju propozoni, pikpamje programore, pikpamje modelit funksionimit të partisë, ta shikojmë
ose shumë të bardhë ose shumë të zezë. Dhe më thotë, çaj vëre unë në komunikimin tuaj publik. Ju vuani nga një smundje që është tipike e partive të vjetra, ose qoftë doni ju edhe partive të reja, që është lehtësia në denoncim. Dhe më thonë, ju thoni, ju bëni tip kuici, për shumë në Instagram, thoni, kush është më i korruptuar, thoni, Peleshi apo Gjiknuri, ku përmendemën se, ku dioni, tregon me fotografi si ato kartat fantis pathi, dikush një vajzë se ndihmon atë, ky apo ky. Dhe më thonë, kjo s'është as perëndimore, as lindore. Kjo është një lehtësi për denoncuar politikanët, cilët as disa për atyre nuk janë të përfolur për me aferë, është një lehtësi, dhe më thënë, në funksionim, në komunikime, cila është me karakter populist, por nuk është thellësi, as strategjike, as denoncuese, as spari. Dhe këtë kur thash për edhe partitë e reja, janë strukur mbrapa spakut, dhe presin thonë, do iki dhe ky mburg, tani ka rënë Rama, pastaj ka rënë dhe ky. Kjo mund t'i kënaq popullin, për pak, po kjo nuk i e buk. Populli do alternativa, populli do propozim. Kjo gjë mua për hir vërtet më kërcet në atë që është komunikimi juaj publik, pra lehtësia e papërballueshme e denoncimit pa fakte. E para. E dyta, lidhur me këtë denoncim, çfarë më bën mua përshtypje? Tani, shiko, se... Ose vazhdojmë, ndërpres, dakor. Preket pak në 4 pika që unë do t'i përgjigjem. Kështë bëhet monolog, teorikisht do t'a bëja unë. Dakor. Unë do t'fusja kasetën. Dakor, jo, unë me... Kështu që, tani, ta mari me radhë. Kasetën e kishën fillim, por... Ishte një... Nese, unë mendoj që kjo që thash ishte mjaftu shumë serioze, sa që seriozisht. Shumë serioze. E fillojmë nga financimi. Jo nga lehtësia pa përballueshme. Nga financimi i Partisë Mundësia. Nuk e thash në kritike, vetëm e evidentova. Po nuk thash edhe kritike, unë të falenderoj që t'e ngritë si çështja. Tani, ne duhet dallojmë idealen nga e mundshmja. Dakor? Edhe unë do doja shumë që në Shqipëri të ekzistonin kushtet, që unë të hidhja një ide dhe gjithë së bashku të kishim mundësi që të bashkëfinanconim televizje politike dhe këto para të mjaftonim për të bërë një fushat elektorale edhe për të konkuruar. Dakor? Dhe unë do doja shumë, se s'kam ndonjë qef të madh ta xhoj paratë e mia. Jo për gjë, po i kam me punë, me djerës, i kam të vjedhura, kupton? Kështu që do doja shumë, po nuk është e mundshme. Secili bën sa mundet. Dakor? Po ky është një diskutim, po unë do doja që para se të shkonim tek perfeksioni, se për mua kjo është t'i afrojë shumë perfeksionit të një sistemi demokratik se si duhet funksionojnë partitë politike, ne jemi në një vend ku paratë e pista dhe paratë e korrupsionit financojnë qartasi partitë politike. Partia Socialiste ka treguar në zgjedhjet e fundit ka harxuar 3 milionë euro, 2 milionë euro, që është një tallje e madhe, është një vetë denoncim. Ata janë vetë denoncuar duke thënë ne paratë që kemi vjedhur gjatë qeverisjes, po i përdorim që të fitojmë prapë zgjedhjet. Sepse 2 apo 3 miliona Partia Socialiste i harxhon në ditë. Jo, jemi dakord besoj mbi këtë gjë. Se ashtu si të kërcet, ashtu, jo, mi dakord, po tani, se nëse të kërcet, jo, e kam fjallën që je dakord me mua që 3 milion euro Partia Socialiste s'ka shans t'i harxhoj në një palë zgjedhje. Je dakord me mua, se si të kërcet kjo, të kërcet ajo tjetër, se tani ndryshe, unë do vija ndyshim objektivitetin, okej? Tani, e njëjta gjë shumë e ngjashme ndodh me gjitha partitë e tjera. Ktu ndodh edhe partitë e reja. Ka partitë të reja, ku unë kam qenë i vetmi që kam nxjerr fakte, jo se unë kisha ndonjë gjë, por se unë besoj që e vërteta duhet thënë. Dakor? Dhe unë nuk dëgjova askënd që të bënte një shkrim të vetëm, ashtu si kanë shkruar, me të drejtë, unë e pranoj kritikën. Nuk kam absolutisht asnjë problem. Hajde o burra, diskutojmë i faktin që unë jam financuesi kryesor i Partisë Mundësia. Unë jam krenar për të, po si nuk pash një shkrim për partitë e reja që nuk tregojnë se nga nxjerrin këto financime. Si s'pash një shkrim për faktet që partitë e reja kanë dalë dokumenta që vërtetojnë që kanë patur lidhje me krimin organizuar. Vetëm ta mbyll, unë të ndalova, unë nuk të ndalova. Të lutem, unë nuk të ndalova. Si s'ka dalë një shkrim? Kështu që me pak fjalë, unë jam krenar dhe kjo më jep një liri të jashtëzakonshme mua dhe partisë që unë kam patur fatin të bashkëthemeloj, sepse na bën të vetmen parti që nuk kemi askënd nga pas, që na ka kapur, na ka dhënë lek, edhe pastaj kur të vemi të qeverisim nesër një ditë kur ndodhi, po dhe thjesht në opozit, mund të na kushtëzojë dhe të na marrë peng. Dakor? Kjo na dallon. Urdhë? Nuk është, të pak shtetet caktuar, për shumë Kosovë, kontributi i atij që është financuesi kryesor do të jetë
i fraksionuar, do më thënë, veçanërisht në perioda fushate, rreptësisht i përcaktuar. Ne po flasim për Shqipërinë. Pastaj ka shumë sa duash. Kurse përsa i takon, se tani përmëndët të cilë është të qështja tjetë që përmëndët, kishtë të financirë? Lehtësia e papërballueshme e akuzës. Lehtësia. Tani, ne jemi në një inderuar, ne jemi në kushtet që këtu jemi në fushat elektorale, mungojnë 3 javë gjysëm nga zgjedhjet, dakord? Dhe unë, e disa herë kam dalon këtë javë në televizion, në media, kjo është e reparë. Dhe çdo darkë, shoh emisionet, shoh debatet, dhe shikoj, analistë që flasin për mua, gazetarë që flasin për mua, shumë mirë bëjnë që flasin, po them, mos duhet të dalë unë se jemi në zgjedhje, jemi para zgjedhje, të dalë unë, të dali Barbara, të dali Eraldi, dakord? Nuk kam hapësira. Nga që dalë njerë të Ylli, njerë të Euronewsi, njerë të Opinioni, duke sikur unë jam gjithandej, unë dalë shumë, unë ke vlenë për mua dhe vlenë për gjithë. Unë do doja që kishim hapësira, të lutem, kishim hapësira që të flisnim, dhe çfarë bëjmë? Përdorim instrumente të tjera, si është Instagrami, Facebooku dhe TikToku, ku aty ti nuk mund të flasësh me gjuhën e vjetër, nuk mund të thuash të dashur miq, tani unë do prezantoj programin. Duhet gjesh mënyra për të komunikuar. Dhe ajo mënyra, ajo është një nga mënyrat, nuk kam bërë me qindra postime, ajo është një nga postimet që ka si qëllim t'i tregoj qytetarëve shqiptar se si disa ministra dhe deputet në hetim për korupcion nga Spaku, nuk po shkoj për te denoncimeve dhe gjëra që ne gjithë e di me shohim, ose në burg, sepse ka patur prove mjaftueshme, them që këta janë të korruptuar. Është një mënyrë për ta përcjell, dakord? Po unë nuk flas vetëm për atë, unë nuk flas. Ishin e tim. Të lutem, e shoh sa tani, unë po të them, unë po ja përgjigjen. Unë kam folur, do analizosh qëllimet e mia tani. Tani e duke e tepruar. Jo, më kuptova. Më shko sa shqetësuar që je tani se unë nuk e di këtë fjalën. Hajde të nxjerrim, po të shumë shqetësuar. Nga e vetë që s'jam fare shqetësuar. Se jam fare shqetësuar. Unë nga e vetë çanta nisem te e tërë. Ta mbyll, po mirë është e drejta jote. Mos bëj psikanalizë po. Po bëj psikanalizë, unë po them, unë nxjerr 100 gjëra. Unë nxjerr faktin që RTS-ja duhet ulet buxheti RTS sepse 30 milionë euro për një televizion publik, ku drejtori i të cilit është dënuar, është dënuar, dakor, është dënuar sepse ka qenë pjesë e një afere korruptive, të paktën kështu thot Spaku, dhe kështu thot drejtësia, me vendim, gjykate, dakor, mendoj që mos argjoj 30 milionë euro në vit, po të argjoj 5 milionë euro në vit. Dakor, këtu ngrihen të gjithë e thonë, jo, do të mbylli RTS-n. Sa po e tregoj dhe me që nxori Ylli postimin tim ku mbaja qëndrim, ku qartësisht nuk kam thënë ndonjëherë do mbyll, se po të mendoj se do të mbyllur, do thosha që duhet mbyllur, nuk ka nevojë. Dhe të gjithë gënjejnë në rrjetet sociale dhe shpikin. Bushati. Një gjë kaq e thjeshtë. Prit se kishte. Nëse mund të shtoj. Po, urdhë. Atëherë, doja të thoya zotin Nazarko, nuk është se partia jonë dallon nga partitë e tjera sepse financohet nga kryetari, sepse financohet nga Agroni. Ajo dallon sepse financohet në mënyrë transparente dhe nga para e ndershme. Më mirë nga Agroni që i thotë se dallimin. Unë mendoj që kjo duhet të jetë ajo çfarë të bëni re. Ndërsa për pjesën tjetër, edhe për pjesën e mediave, Agroni është deputet përveç tjerave dhe ka pasur kauza të veta në parlament. Dhe është e natyrshme që ai të ftohet pikërisht sepse ka folur për këto kauza. Po ne bëjmë jashtëzakonisht shumë si parti, për një parti të re. Dhe ajo çfarë ne bëm nuk reflektohet në media. Ne kemi takime, bëjmë organizime, jemi kudo në Shqipëri. Kjo nuk reflektohet dhe kjo është problem për ne, sidomos gjatë fushatës elektorale. Rrjetet sociale është mënyra më e mirë që na ka ngelur për që na afër qytetarëve. E përmenda unë, s'tash asgjë lidhe me këtë çështje. Po nuk është e lehtë, mos kujto se të bësh opozitë, asnjë ditë nuk është e lehtë. Unë mbaj mend, vetëm në fillim të vitit, ne kemi qenë një muaj të tërë tek tau i thu manka shark duke bërë opozitë. Ajo është një mënyrë moderne tani, nëse do shikoj, do të ftoj të shohësh. Kam parë dhe programin, prit, prandaj doja të bëj propozimi, nëse ka një parti që mund mos ish dakord, se pikërisht ajo që ka ngjallur shumë debat dhe do doja të flitej për atë çështje në fakt, për uljen e vjedhjeve në administratë, e shpërdorimit të parave publike në institucione të ndryshme. RTS-ja ishte një rast, ne kemi folur për rastin e ujësjellësit, kemi folur për shumë raste të tjera ku shpërdorojnë parat publike. Sepse kemi një ide, ne kështu e shohim. Ne
Këtë ne mendojmë që administrata duhet kushtoj sa më pak, që paratë e qytetarëve shqiptarë. me të Bushatin. Dhe ne mendojmë që nga, ja vetëm të them dy gjëra për cilat ne qëndrojmë dhe mendojmë që janë shumë të rëndësishme dhe janë boshti i vizionit ton, që janë ulja e shpenzimeve, kursimi duke luftuar korupcionin dhe shpërdrimin e parave publike në të paktën 1 miliard euro në 8.2 miliard euro. Vetëm një sekond, jo nuk e Partitë e vogla, nuk e kam dëgjuar. Nuk e kam dëgjuar. Unë dua rrugët. Po prita mberoj, unë po të sjellë rrugën. Këtu shkëlqeni ju mbi dy gjëra, dy gjëra të kërkova më. Ju jeni menaxher i klasit parë. Ta shpjegoj unë. Ta shpjegoj, më ndiq. Fali, jo, unë jam koherent se këtë muhabet e kemi bërë vazhdimisht, kur kemi qenë me Më Bashë. ndiq të lutem. Se ju thoshit atëherë që Basha do ta është i pa korruptuar do qeverisimi. Unë thosha si garanton që Basha nuk do vjedhë. Ju thë po se Basha është i pa korruptuar. Nuk vodhi dot në fakt. Tani, pra unë dua si. Ta them unë si. Problemi më i madh i Shqipërisë është që ne ishim një vend i varfër dhe vazhdojmë të jemi një vend i varfër. Ka kaluar 34 vjet, dakord? Dhe arsyeja është sepse ekonomia nuk është rritur. Dhe ekonomia nuk është rritur pikërisht jo sepse qytetarët nuk kanë dashur të punojnë, nuk kanë dashur të krijojnë biznese, të zhvillojnë bizneset e tyre, të japin fëmijëve dhe familjeve të tyre një jetë më të mirë, po sepse politika nuk i ka lënë. Sepse ka patur një shtet që i ka penguar, që ka qenë në kontrollin, po mirë ty mase duket një gjë nuk Jo, është letërsi e dobët kjo, je menaxher i klasit parë, po kjo është letërsi e dobët politikë. Kjo që thua ti, te e ke bërë, e ke thënë si në unë dua sot të shkoj programimeve. Unë kam parë programin, më ka pëlqyer shumë ajo punë 8% që ajo është pak e dyshim të 7% po se do ta pyesim dhe për atë. Tani Ylli, lutem tani, ti fole. Mirë, dakor, do të flasësh ti atë folti çfarë them ti, do të dëgjosh mua apo do të flasësh ti? Ti ke 15 minuta që flet, unë nuk ndërpreva, unë dëgjoj, bëri pyetje apo i bëri pyetje dhe unë dëgjova me shumë vëmendje, me shumë qetësi, po nëse nuk do që unë të flas, e them, unë nuk flas, le të flasësh të tria. Po unë s'po përgjigjem dot sepse s'po flas dot. Po kohën duke mos u ankuar. Po jo, unë nuk po ankohem. Ti tani ke ardhur që të mos flasun. Po lëm, vi një herë tjetër kur mos thjesht. Edhe lëm kështu ti jep mundsinë mua që të them fjalë mira për ty. Ai kupton. Jo. Domethënë vuan nga smundja e politikës. O do të flas mirë po e bën si teori konspirative që mu bën një emision para 5 emisionesh mua, ku më kishe bërë kurs sa dikush. Ky tani ishte për pjesën e parë për Kosovën. Unë i thash do të rish edhe për këtë pjesë sepse është e rëndësishme ti jesh. Do biem dakord. Si ishte fare për këtë pjesë. O Ylli, të lutem, nuk se tani po jam Ylli. Se duket si teori konspirative. Do biem dakord që unë të kem mundësi të jap një përgjigje. Po pra. Po pyetjeve se politikanët e rinj e presim që të përgjigjen vërtet, ore. Politikanët e vjetër thonë përgjigje tjera. O Ylli, po flisja për programin, o Ylli. Më pyeti për programin, po flisja për programin. Unë thash një fjali, nuk i unë, unë thash një fjali. Okej, atëre. Do ja përgjigje tani. Jepe përgjigjen. Do ja përgjigje. Jepe. Atëherë, po të shpjegoja, ti mund të kesh mendimin tënd që është program koti, që ti mendon që paratë qytetarëve shqiptarë. Stash farë unë atë. Unë ta them ty Po më le të them se ke program. Unë thash mund, nuk ta thash që i pëlqenin ore. Të thash mund, nuk thash që the. Tash 8% e shkëlqyer, kthimi i trimëve. Atëherë ka dy programi Cambridge për shkollë. Unë nuk më le të them edhe fjalë. Sa gjërat pra tani ti s'do as i vretje. Ore unë po them. Andalon aty ku ke vretje në zotri. Po atë nisa thash, nisa me atë thash, temblat. Thuaja çka ke dhe të përgjigjet i zoti punës. Hidhurat në fillim, temblat në fund. Thuaja pra. Të futet e Bushati. Po flisni ju, çfarë them tani, më ke ftuar të flas unë. Sikur s'e kam thirrë qëllimisht unë për të goditur. Flisni ju atë, çfarë them. Bushat. Hajde. Vazhdojmë. E mbaruan këta? Jo, nuk mbaruam gjë. Unë nuk e di nga çfarë thash unë, nga çfarë unë i ftoj qytetarët, nga çfarë thash unë, çfarë kuptuan nga çfarë thash unë, se unë s'thash asgjë. Unë sa po fillova të thosha te kursimet, unë s'thash asgjë. Po jo, o zotri, dëgjoj. Jo, mos bësh tani viktimës mos po të lëm flas. Jo, unë s'po bëj viktimën, po hajde që kronometrojmë, shkoj çka ke thënë ti, dhe sa kam folur unë. Të kanë dëgjuar ty, s'ka dëgjuar mua, hajde iku dhe ke. Filloi Bushat dhe pastaj kalojmë prapë te Natarko, po. Atëre, që mos u mbasim kohën, po futem direkt në temë, ke ajo që kishet edhe dhe aty e përmendi dhe zoti Shehaj për TVSH-n. Unë kur pash atë video më ngritën qimet përpjet. Sepse pash zotin Shehaj para TVSH-s dhe pash që krahasonte TVSH-n me klanin. Pra, modeli menaxhimit mirë ekonomik që klani, modeli i keq që TVSH-ja. Kjo më duk skandal.
po dalë përtej filozofisë time si i majtë që më shumë janë për pronën publike se sa për parjen e pasurive publike si mall tregu. Por problemi është, çfarë fitojmë ne në qoftë se e reduktojmë TVSH-n nga 30 milion, si që thotë mundësia, në 5 milion. A ka vjedhje, ka vjedhje. Pra, për denoncimin e Agronit jam 100% dakord. Problemi është një forcë e re politike, një qasje e re që do të rregullojë këtë shoqëri, e gjen zgjidhjen duke reduktuar TVSH-n buxhetit? Çfarë do ndodhte me reduktimin e buxhetit TVSH-s? Do fuqizoheshin shkallmusit e tregut mediatik, Top Channel dhe Klani. Njerëz nga institucione nga të cilët Zoti Sheaj si deputet ka qenë viktim, pse viktim? E mbani mend omertan sa herë Zoti Sheaj bënte denoncime? Asnjë nga oligarkët nuk flet për tjetrin. Dhe ka një heshtje totale. Të heqësh edhe me tusin publik është fuqizosh disa pronarë që media ne shohin si një mundësi për të vjedhur shqiptarët. Në këtë vjedhje të madhe fusin lopatën dhe ata. Në qoftë se unë do kisha një qasje të re, pa diskutim si i majtë, po edhe si i djathtë, kush do ishte? Do ishte ata t'i mbajnë 30 milion, por të bëj një model të fuqishëm. Groni vjen nga Italia, Rai, BBC-a akoma më lartë. E kam parë për shembull e ndoqa pas Agroni debatin për BBC-n. E di si thoshte një ish drejtori BBC-s kur ishte hapur debati i privatizimit? Çfarë thoshte? Nuk është BBC-a mall tregu. BBC-a ekziston sepse tregu ka dështuar. Pra, do me thënë, të bësh zgjidhje, atë që thot mentori, duket e thjesht dhe populiste. Nga 30, po shqiptarve po ja heq, po ja shpëtoj 25. I ke dënuar shqiptarët duke i hequr këto 30. Unë do preferoja zgjidhjen, po t'jem unë, ata do kem 50 në mënyrë që njerëzit të shojnë aty pasqyrën e të vërtetës. Si 50? 50 milion. 50 milion. Pra, ka një mënyrë për të shkallmuar këtë sistem mediatik që na ka zënë frymën, Topi, Klani, gjithë tjerë, Antivlerash. duke forcuar emetusin publik. Ju bënit kundërtën dhe kjo më duket rrënqetësi. Po, Agron, kishe gje për... Tani, më vjen keq, më vjen vërtet keq kur tregon se çfarë vizioni ke dhe çfarë do të bësh, mund të jesh dakord, mund mos jesh dakord, dhe do të thuash, ore, paratë e qytetarëve shqiptar që mblidhen nëpërmjet taksave janë para djerse, para pune, dhe nuk mund të bëjmë dhe të shpërdorojmë si na doj qefin e. Dakord? Dhe thua, dua, vizioni ynë është të kursejmë parat dhe ato para që nuk kemi në gjendje t'i përdorim, t'u akthejmë qytetarëve, ose mos t'u marrin fare duke urur taksat. Ne këtë mendojmë, unë mendoj që shteti duhet të vogël, administrata duhet të vogël, burokracia duhet të vogël, taksat duhet të jenë të ulta, që qytetarët shqiptar të kenë mundësi të punojnë dhe ta zhvillojnë ekonominë. Nga Shqipëria, dhe Shqipëria do jetë një vend më i mirë, shkollat do jenë më të mira, arsimi, shëndetësia, gjithçka do jetë më mirë. Të them mendimin tim. Vetëm nëse ekonomia... Propozime konkretet. Konkretet. Shqipëria do jetë më e mirë nëse ekonomia rritet. Përsa ko ekonomia rritet me 2% në vit, ne ishim të varfër, do mbetemi të varfër. Vetëm nëse çlirojmë, i heqim qytetarëve shtetit nga kurrizi, ekonomia mund të rritet me 10% dhe realisht Shqipëria mund të dalë nga vendet më të varfra. Ky ishte qëllimi, pavarësisht se shumë ju ngecni tek Klani, se unë mund të thosha Topi, mund të thosha Euronewsi. Jo, një sekond, jo, se është që shkeme të, se aty filloi valja, aty filloi valja, jo, kjo është si përfaqësore, ta shikosh në si përfaqësore, po ta shikosh në si përfaqësore, të ndalosh tek fjalia e parë,
si tha e krahasoj me klanin, unë po tregoj vizionin ton. Ishte komunikim ngecni, po pritëm ky është mendimi yt. Ju ngecni te klani, mos klani. Edhe i ti. Atëherë, unë po tregoja një vizion, unë e fillova atëherë të shëja, duke marrë si shembull dhe kam vazhduar duke shpjeguar se si e shoh unë. Pastaj, çfarë them unë tani? Unë bëra krahasim me një televizion privat, unë nuk thash që klani është televizioni. Unë nuk thash televizion. Po merre me klanin, kushto, klan. Thash, më fal. E bukura ishte që ditën përpara në televizion ishte Eraldi në intervistë me mua. Të nesër unë e ftova dhe zotëria sapo kishte bërë gati, po të ftova në intervistë, sapo kishte bërë gati spotin dhe bëri sikur nuk e pa mesazh se donte të jepte fort këtij spotit vetë anti-TVSH, është shumë interesante kjo. Po nejse, s'ka rëndë. Po këtë e penë ëndër, si të erdi kjo nga... Jo, po unë kam aftësi që unë... Unë kam mesazhet. Të erdi si e Falë, dhe konsulenti jot, disa ditë para ishte në emision të unë. Një sekond. Atëherë po thosha, tani mua më vjen keq që kur unë filloj një mënyrë për të treguar se çfarë do bëj dhe si ta bëj dhe si t'ja shpjegoj qytetarëve duke vajtur përballë RTS-s, duke filluar nga RTS-ja, nuk e kam fajin unë që ju ndaluni te fjalia e dytë. Pse tha klani nuk tha topi, pse nuk tha Euronewsi, pse nuk tha MCN-ja. Dakor, unë po merre një shembull. Kur të mbarosh kam Po, absolutisht. Po mirë. Gjithkohon, po kam kundër, po. Po mirë, të lutem, shënoj se unë nuk të ndërprej. Dakor. Ky është vizioni ynë. I dashur Andi, unë në familjen time, unë kam jetuar, jam rritur në Itali, dakor? I matë më thoshte, shiko Rajin, mos shiko Mediasetin. Unë këshu jam edukuar dhe këshu jam rritur. Një sekund, edhe di vlerën e televizionit publik. Dakor? Unë nuk kam thënë kur që RTS-ja duhet të mbyllet. Kam thënë thjesht që ajo 0.pak% që bën RTS-ja nuk mund të harxojmë 30 milionë euro. Kështu e shoh. Por mund të bëhet është taksa aparatit, 5 euro në rajon. Me shumë më pak. 1 lekë është taksa aparatit në Shqipëri. 5 milion nuk janë thërime. Janë një mal me lek në këndvështrimin tim. Dakor? Me 5 milion, po mirë nuk është këndvështrim, mund të bëhen shumë gjëra. Kur ne themi tani duhet ta ndani mendjen, 30 milion euro është 1/3 asaj që duhet është 1 lekë taksë për aparatin, 1 lekë. Për të rritur pensionet, por unë e kuptoj se si paratë, po unë e di si paratë e tjerëve zvlejnë, janë 1 lekë. Unë e di. Nuk janë 5 euro. 30 milion euro është 1/3 e vlerës që duhet për të rritur pensionin me 10% në vit. Dakor? Ne duhet të ndajmë mendjen dhe unë dhe partia që unë kam krijuar dhe që bashkë me një grup të rinj dhe të rejash, ne kështu e shohim, ne mendojmë që paratë e qytetarëve shqiptar duhet i trajtojmë sikur të jenë paratë e fëmijëve tanë. Janë para djerse dhe duhet të kujdesemi që mos të shpërdoren në asnjë mënyrë, as kur qëllimi është i mirë. Dakor? As kur qëllimi është i keq, as kur shpërdoren, as kur vidhen. Tani, ky është vizioni ynë, pëlqen apo s'pëlqen? Unë mendoj, po mirë, dakor, ky është mendimi yt, dakor, po më vjen keq që ndalon te klani. Unë nuk thash që televizionet e tjera, janë më të mira. Po jo, kushdo, Top Channel ishte. Jo, se aty mbi atë që ndisën, si e që ndisën atë klanin, e filluan e than, Agroni po mbron klanin, po mbron këtë, qa bën më... Le që, ta kam unë, e kam këtu, shpifjet, ke 6 minuta, unë pres dhe 6 minuta. Ja ku e ke që thot Thoma Gëllçi, ish drejtori i RTS-s, i dënuar, thot, të mbyll i RTS-n, thot Agron Sheaj, gënjej natë, ne e pam aty. Tani, ky është, ish drejtori, unë betejën, po e bëj pikërisht për këta, që kanë futur duar në xhepat e qytetarëve. Unë për këtë po flas. Tani, për mbi të ardhmen e RTS-s. Tani, RTS-ja, edhe unë do doja shumë që në Shqipërinë të ishim në gjendje të krijonin një BBC. Edhe unë do doja shumë. Por unë jam i mendimit që ky është vizionim. Unë mendoj që shteti duhet të bëj vetëm fol tjetër çfarë them. Hajde. Çfarë them unë? Po fol rrymë. Më ke parë të ndëry. Unë e respektoj. Unë mendoj që edhe kur përsëritet. Shteti, jo, s'po them diçka tjetër. Unë mendoj që shteti duhet të bëj vetëm atë që privati ose nuk do ta bëj, ose nuk ja japim dot. Që interesin kombëtar ku do t'ja lëmë ne? State bën vetëm shteti. Ky është vizionim. Në momentin që shteti e provon disa herë dhe dështon, si në rastin e RTS-s, për ta ngritur, duke investuar vit pas viti, qeveri pas qeverie. Unë nuk di një qeveri të ketë ardhur në pushtet mos ka thënë që RTS-n do ta ngrëm, por RTS-ja është keq e më keq. Të gjithë kanë futur duart
të gjithë se këtë drejtorin që ka vjedhur aty, nuk ka rënë nga qielli, e ka vënë Edi Rama, e ka vënë pushtetin. Bushat edhe njerë. Kështu që unë jam i mendimit që këto energjitë, këto parat, le t'i vëmë diku tjetër, t'i vëmë në arsim, t'i vëmë në shëndetësi, dakor? Do doja shumë, po unë nuk besoj që RTS-ja një ditë ka për të bërë BBC-ja, jo me 30 milion, jo me 5, po dhe 300 t'i japin. Unë nuk besoj që ka për të ndodhur. Dhe bile, them edhe këtë. Le ta filloj njerë me 5, shikojmë se ç'a bën me ato 5. Pastaj, po eci mirë, t'japim dhe të tjera. Le të përqendrohet RTS-ja në ato gjërat. Unë jam i pari që unë mendoj që është skandal që ndeshjet e Shqipërisë nuk jepen falas. Unë mendoj që është skandal. Një gjë duhet të bëj, pak gjëra duhet të bëj RTS-ja. Por kombëtarja e Shqipërisë, shqiptarët duhet të kenë të drejtë ta shohin kombëtaren kur luan. Është një drejtë. Dakor? Mas e kam sepse kam jetuar në Perëndim dhe në Perëndim kombëtarja nuk shikohet. Ja, vetëm, shiko. Okej. Jo. No, hyre edhe ti tani. Do të orientoj. Jo, vazhdo. Vazhdo, po... Se ky mbylli atë kronometrin e vet. Se e vuri dhe unë e lash ta mbante këtë. Okej, vazhdo. Hajde, jepi. Do me thënë, ku është problemi këtu? Pikrisht e kjo, që zgjidhja më sipërfaqësore është këtu videt. Po edhe në spitale videt, ti privatizojmë. Po edhe në ujësjellës videt, ta privatizojmë. Po edhe në universitete jepet nota me para, ti privatizojmë. Pra, unë se kam kërë të shëja fare. Mundësia juaj, thellësisht, mund ta them? Po me fjalë tjera. Jo, ta mbaroj. Kapitaliste, pjell shkatrimin e gjithë shkaje publike në këtë vënd, dhe na bën të gjithëve viktima të asaj oligarkie që ju pretendoni se luftoni. Pra, shembulli i RTS-s ishte më flagranti, po mund të marrim 10 shembuj të tillë që nuk mjafton thuash ja hajduti, por si do ngrejmë një sistem që hajduti ta ketë të pamundur të vjedhi. Sistemi që ju propozoni, pra, ku vidhet ta privatizojmë, është provuar dhe në vendet tjera nga kili i kohës Pinochetit dhe ka pjell, varfëri, mjerim dhe njerëz që shkojnë në skamje. Kundër këtij vizioni kapitalist, neoliberal, që nuk do t'ja di për njeriun, po do t'ja di vetëm për parania mund, dhe prandaj e ngrita çështjen e televizionit publik. Tani, po më akuzon që unë dua kapitalizmin. Jo, më jo. Unë dua, jo më ta them, përpritoj Kapitalizmin... Unë jam për kapitalizmin. Padyshim. Unë jam... Unë mendoj që shpresa... Ka kapitalizm social-demokrat? Unë mendoj që e vetmja shpresë që kemi është adoptimi i kapitalizmit të vërtet. Jo një karikaturë të kapitalizmit. Po kjo që propozoni ju është i vërtet. Po jo, po ky ka të drejtë ta thotë këtë. Jo, Mario, Thot 1/100 e problemit. Po ky është politikan, thot 1/100 e problemit. Sepse po ta sipas me çapo thot bushat të themi dhe çikusit. Po e se kuptuan ata dhe shpjegosh ti. Ju kuptuar shumë mirë. Po dhe ta them dhe unë me fjalët e mia. Po të përgjigjem unë një pastaj thuaj ti përsoje. Unë po të them ty që 95% e medias shqiptare është alarm i madh, është e kapur. Ky është problemi. Televizioni shtetëror nuk ekziston, mos i thua ti kështu. Po është e kapur dhe ti tani pjesa tjetër, Ore, ju kuptoni që unë nuk vajta të RTS-ja për të marrë me mediat? Ju kuptoni që është kaq e vështirë është për të kuptuar? Po nuk mund ta shmangësh. Po jo, ore ju do shikoni, ore ju mund shikoni, ore ju vazhdoni të shikoni gishtin e nuk shikoni ënën. Unë nuk po merr. Po jo, ato 20 ai merr valet televizioni kur morë me klanin ndalove te fjalia e Gjesi, e ranë darkë dhe martuan me media, sikur unë po merrem me media, po ndalon tek te fjalia 4. Po shmedia. Shko për te, o Andi, shko për te. Unë nuk shkoj për te. Po shkoj për te. Se po dole ke KQZ-ja dhe thua do privatizoj KQZ-n. Ose ka me zgjedhje. Unë do merrem dhe me zgjedhje. Jo, ti mund të merresh me çfarë të duash. Unë po të them që ajo që për ty është akuzë, për mua është vizion, është besim. Unë besoj te kapitalizmi. Unë besoj te kapitalizmi vërtet që ka sjellur. Tera është brenda është edhe klani. Unë besoj te kapitalizmi i munguar në Shqipëri, ku ke një kryeministër që i jep një grup njerëzve, u jep një printer dhe
nëpërmjet të cilin printojnë para nga mëngjes deri në darkë, dhe me ato para që fitojnë nëpërmjet printrit që ka dhënë qeveria, hynë pastaj dhe pushtojnë gjithë tregun. Unë për këtë po flas. Dakor, ti thua, ju mbetët e klani, mbetët e mediat, unë po flas. Ngele Ty mund pronës publike dhe demokracisë, nuk është çështje parash. Por jo mor se ka vende. Ju e trajtojnë Po jo mor jo, parash. atëherë ka vende demokratike pa fund ku nuk ka fare televizione publike dhe ku televizioni publik ka një buxhet të caktuar nëpërmjet të cilit shumë mirë mund t'i japi atë shërbim që sjell që jep sot për të bërë 0.5%, RTS-s i mjafton dhe 5 milion. Tani, o Andi, ata që më akuzojnë mua lart e poshtë, përballë konkurrentëve me 30 milion. Po cilë konkurent, o Andi, ore jepi dhe 300 ti RTS-s do i bërë shekulla, o Andi tani, jepi dhe 300 milion euro dhe i vjedhin. Do t'i vjedhin si kanë vjedhur, tani, nëse ne nuk po flasim për shkollat, për shëndetësinë, se kjo është një thirrsim. Tani, ta them pastaj më thuaj si do të bërë. Dhe ky shembulli që merrni ju, jo patjetër, mbyllim dhe shkollat, mbyllim spitalet, por nëse në për shkollat publike do vente 0.5% e qytetarëve shqiptar dhe ne i paguajmë sikur vete me 0.5% dhe nëse prej 30 vitesh vazhdojnë e vënë 0.5%, për 0.5% do të japësh, aq sa duhen për 0.5% të nxënësve. Jo do forcoj shkollën publike. Po jo, mor jo, ore, më fal, të lutem. Se ti do gjithë fëmijët tan argat të kapitalistëve. Jo pra. Argat të kapitalistëve, po ta mbyllim argat të kapitalistëve. Por jo, mor jo, se kapitalizmi nuk krijon argat, o Andi, kapitalizmi është modeli i vetëm që ka treguar, që ka sjell demokraci, liri, mirëqenie, o Andi. Atje ku shkartohet alternativa, komunizmi ka sjell varfëri, mjerim, ignorancë, vuajtje, persekutime. Ti dalojmë gjërat. Patjetër. Po them. Si mund të thuash ti argat, kapitalizmi argat? Sa po më the, me që universitetet kanë dështuar, se kanë dështuar, e tregoj PISA, atëre ti mbyllim dhe universitetet publike. Të gjithë fëmijët ke privati. Pra ta mbyllim dhe ujësjellësin. Të gjithë lekët me ujë me çmime tregu. Unë besoj se ti e kupton diferencën midis të luftuarit shpërdorimin e parave publike, se unë s'kam folur për mbyllje për RTS-n, jo më për shkollat e për nuk thash ta mbyllim, thash që shpërdorimi i parave publike duhet luftuar. Edhe në shëndetësi do të luftuar shpërdorimi parave publike, dakor? Sepse ato para, si që thash... Po jo duke dopsuar publike... Zëvendës drejtoresha e televizionit kërkon, Aurora Polo kërkon të hyjë në lidhje, fola me redaksin, nëse mundeni me Skype, mund të çfarë do t'i thot Agronit. Kur ta keni gati. Vazhdojmë? Kaq kisha unë se... Vetëm një gjithë vogël. Unë e përmenda vetëm si shembull komunikimit ose atë komunikim për të vëshën. Atë komunikim për të vëshën, unë e përmenda vetëm si shembull të komunikimit të thjeshtëzuar, ose italisht faciloneria. Dhe shkon atje thua, nga 30 bëhet 5 pa llogaritur si menaxhohet. Ajo si menaxhohet është pjesa më e fortë e jotja. Pra na trego vizionin e së tërë, si do të menaxhohet ekonomia publike. Unë po ta shpjegoj. Jo, po ngele atje dhe njerëzit nuk merr vota nga ajo po tek gjë. Kush desh të ngelte te fjali e dytë, nuk varet nga unë. Kush fjalët e mia i merr dhe gënjen, unë them që do të ulim buxhetin dhe thot si skandal të gjithë. Po thua që do të ulet, demonstroje që pse duhet ullur. Ke bërë një studim, apo e the kështu? Tani, ta them unë studimin. Qofse ke studim, ta them unë studimin, se ndryshe nga ju dhe nga shumë të tjerë, dakord, kur flas për miliona euro, e di se çfarë janë dhe çfarë mund të bësh. Ju i keni parë në shkres atje, shikoni 5 e nuk e dini për ju si 5 dhe 10 janë njësoj dhe 30 janë njësoj, dakord? Televizionet shqiptare, dakord, ka televizion me 5 milion euro, ka televizioni që bën 10 fishën rezultatit që bën RTS-ja, pjesa më e madhe, me përjashtim të 2 më të mëdhajave, dakord, të tjerat arrin të japin një shërbim. Ju e shani, thoni, privati, duke vëndën e gjop të vogël, duke mos fol për asnjë skandal në këtë vend. Kjo duhet luftuar pra. Kjo duhet luftuar. Unë mendoj që si përmarrësi më i paft
është më mirë se sipërmarrësi shtet. Dakord? Sipërmarrësi më i paaft. Është më i mirë se sipërmarrësi shtet. Nëse do të hedhësh poshtë paratë e qytetarëve, jepja shtetit, se si i shpërdoron shteti, nuk i shpërdoron askush. Si vidhen nga administrata, nuk i vjedh askush. Çdo pacient në spital privat, çdo student në universitet privat. Kjo është logjika jote që mua më tmerron. Jo, në këtë vënd, ne paguajmë taksa që të regulojmë shërbimin publik. Kjo është e padrejt. Jo të ngelemi gjithë në dorë të më të pasur. Kjo është absolutisht e padrejt. Nuk e kem program. Sepse unë ti tani, Barbara, ti merr një rast, Diçka do të thotë. heqim dhe drejtësi, po me heqim dhe drejtësinë atëherë. Po, ka dështuar, na kushton Nëse do të dëgjosh, po mirë, qëndrote fjali e dytë, çfarë them unë tani, qëndrote klani. Qëndrote klani. Barbara. E kam vënë re që kur flasim për paran e Qëndrote klani. e konsiderojmë një para atlete dhe shumë lehtë për të folur për të. Po në fakt, ku mblidhet ajo para? Pjesa më e madhe e saj mblidhet nga sipërmarrësit. Ne kemi bërë këtë fushat dhe po takojmë shumë sipërmarrës. Për shembull, një nga ata që takuam agronofier Pularin, ai detyrohet të paguaj jashtëzakonisht shumë taksa këtij shteti që të paguen rroga në institucione si RTS-ja. Ne nuk jemi jashtë këtij realiteti. Ne e dim që ka rreth 20% të punonjësve të administratës që kolegët e tyre nuk i njohin fare. RTS-ja ishte një ilustrim i kësaj, siç janë edhe institucionet tjera shtetërore. Tani, që ajo Pularia në Fier të rritet dhe të funksionojë, ka nevojë ndoshta për më pak taksa dhe parat që mblidhen të menaxhohen më mirë. Sepse ato 25 milionë euro që më pak që ne propozojmë për RTS në fakt janë 10 shkolla ose janë 10 kopshte moderne në vit. Dhe kjo është ajo çfarë duhet. Tani ju flisni për interesin, më fal, se unë ju lash. Po ju flisni për interesin kombëtar, po ku ka interes më të madh kombëtar dhe publik se sa ne të kemi para më tepër dhe një ekonomi më të fortë. Ky është në interesin e gjithë shqiptarëve. Po ti pyesni shqiptarët se çfarë duan nga kjo qeveri apo nga qeveria e ardhshëm, të gjithë do të thonë duan më tepër para, mundësi për t'ia dalë, të kenë suksesin, të jetojnë në vendin e tyre dhe ta përballojnë jetesën në vendin e tyre. Unë nuk kam dëgjuar që shqiptarët janë ankuar se ne nuk japim mjaftueshëm fonde RTS-s. Apo nëse do jepnim mjaftueshëm fonde RTS-s, ajo do shkëlqente. Përkundrazi. Shumë mendova që do ishte komplementare. Mendoni si ndërmarrje, mendoni si jo si për parti politike që shqetësohet për demokracinë. Fol. Kjo është mundësi e drejtimit ndërmarrjes. Atë që thash. Jo njeri që merr dhe demokracinë në optikën. Kapitalizmi nuk e drejtson, nuk e shtrembron demokracinë. Përkundrazi, në gjithë vendet ku kapitalizmi ka ecur dhe drejtësia, ekonomia e lirë, liria njerëzore ecin paralel me njëri tjetrin. Pa rregulla e shkatron drejtësinë. Tregu edhe rregullohet. Tregu rregullohet vetë. Kur ka ndërhyrë shteti në treg për ta rregulluar, është instaluar komunizmi. Kështu mos thoni se shteti ka rregulluar se shteti nuk e ka ndritur. Ndërhyrjen e fundit të shtetit e keni diçka që është shumë e prekshme për të rinj, ndoshta nuk e di sa e prekni ju. Te TikToku. Ndërhyu shteti për ta mbyllur TikTokun, tani të gjithë e përdorim TikTokun, po shkarkojmë VPN-in, paguajmë më tepër internet, harxhohet më tepër bateri, nuk punon siç duhet, nuk të shërben siç duhet. Ku ndërhyn shteti, qoftë në një gjë që duket shumë e thjeshtë, që ka të bëjë prapë me media, po duket shumë e thjeshtë si TikToku, si duket një aplikacion për të rinj apo për fëmijë, dhe atë shteti e prish. E lërëm më pjesën tjetër. Po t'ju japim një këshill për komunikimin, keni një orë. Jo, faleminderit, ti mendo kritikat, ti qëndrote kritikat se e perfekt. S'kalo të këshillot, aman se na kënaqe me kritikat, tani na ka me këshillot. Ti s'mos e vri mendjen, ti vazhdo të kritikat se ti shkëlqen. Ti shkëlqen te kritikat. Po jo mos ai nuk po merr mundimin të bëj kritika. Ashtu sugjerime, këshilla mos jep, këshilla mos atë çka. Falë, ke perceptimin e asaj që je duke folur apo? Fal. Po flas me ju. Jeni duke folur për një institucion publik kombëtar i cili mbahet nga një taks mbi aparatin që e paguajnë qytetarët. Do jo nga buxheti i shtetit. Spari, dyti, në çfarë e ke vizionin e stërës, domethënë si do ta menaxhosh Shqipërinë, do bësh kryeminist, na trego si do ta reduktosh korrupsion. Ne dim që korrupsioni është i keq. Pra këtë doja unë për ju. Nëse e di si luftohet korrupsioni, po ti japësh RTS-s, po ti dhën, po ta marr si shembull. Po ta marr si shembull. Nëse RTS-s do të japësh jo 30, po do të japësh 5, e luftove korrupsioni, se 25 nuk i kanë dorë ata, nuk i fusin do në xhepa. Nëse ujësielësit
i jep para aq sa i duen për të dhënë atë shërbim që i jep, dakord, do e luftove korrupsionin. Dha një shembull shumë të saktë se ma solli në mendje Barbara. Ndërkur isha përballë ujësjellësit, sepse ju ngecët tek RTSH-ja, po... Jo, ngecët ti të RTSH-ja. Jo, ngecët ju, thulluat është faqilori do t'jep një... Jo, është plagë ma... Jo, se zhvetëm RTSH-ja është... Se ujësjellësi më tha... Jo, se zhvetëm RTSH-ja është... Më shkuajti dikush nga ujësjellësi më tha agron, tha shuqy që doli njëri ta thotë të gjë. Sepse thot, tha, jemi 10 veta këtu, tha, që do të bëjmë të punë. Unë 2 prej tyre nuk i njoh fare, tha, si kam parë ndonjëherë, marri rrogën këtu, po nuk i kam parë ndonjëherë në punë, sepse janë punonjës të Partisë Socialiste, nuk janë pjesë të administratës. Për këtë po flasun. Dakor, po ju ngecët tek fjalia e dytë, tek Lani dhe... O zoti Shej... Jo, nuk ngelen këtu. Pra... Jo, se kam e kam me kritikët. Zoti Shej, nuk e kam me këtë emision, e kam me kritikët. Abuzon, pse abuzon? Pra, ka shpërdorim ke TVSH-ja, kolosal jemi 100% dakord. Ka abuzim ke ujësjellësi, kolosal jemi 100% dakord. Ne dumë zgjidhje, ne me ju po debatojmë për mënyrën që ju si forcë e re do e zgjidhni. Jo se ne jemi për të mbrojt TVSH-n apo ujësjellësin e vjetë. Dhe ju e zgjidhni me privatizim. Po, absolutisht. Me privatizim. Absolutisht. Dhe kjo shkatrim institucioneve publike. Shkatrim, një sekundë. Na tregoni si bërë. O Andi, digjo Andi. Këtu ju, më thërë që them ju, po se e daloj... Ska problem, po. Thuaj mirë... Juve u kam betur ora tek jeni akoma të ndikuar nga regjimi. Jemi gjithë të ndikuar në pratë punë, dhe unë, se aq që sa kam jetuar, fatkeqësisht kam marrë dhe unë, kam thithur pak nga jo. Dhe ne jemi akoma e shikojmë shtetin si zgjidhje. Unë e shkoj shtetin si problem, Andi. Unë kështu e shoh. Po unë mendoj që çdo qeveri që thot më voto mua se unë do zgjidh problemet e tua, kur unë jam i vetëdijshëm që nëse Shqipëria nuk ka bërë përpara, nuk ka bërë përpara sepse qeveria nuk e ka lejuar. Çdo gjë që shohim ne këtu, çdo gjë që shohim ne këtu, ajo që ti shkon si të lutem, ta mbaroj më. Po pra. Ta mbaroj një sekond. Po pra. Shteti zgjidhje thua. Atëherë, nëse Shqipëria është këtu ku jemi dhe ne kemi një jetë më të mirë, nuk është fal qeverisë. Është fal atyre si për ati kapitalizmit imperfekt dhe pavarësisht se është një karikaturë e kapitalizmit, prap ka sjell të mira. Dhe qeveria nuk ka asnjë merit, përkundrazi. Qeveria ka faj, sepse po mos të kishte qenë ato qeveri që do kishin kapur ekonominë e do kishin ndaluar qytetarët. Shqipëria do ishte lule sot. Dakor, unë këtë mendoj dhe në këtë besoj. Duhet të heqim dorë, ne jemi vetmja parti politike që themi atë që mendojmë, shteti nuk është zgjidhja, përkundrazi, shteti është problemi, o burrat i heqim shtetin nga kurrizi i qytetarëve, se ata që sipërmarrës që unë takoj, bashkëpunëtorët e tyre, mua të gjithë më thonë të njëjtën gjë. Pavarësisht se flasin, se kanë shumë, nuk kanë fare besim të politika, thonë, agron, unë ja kam dalë me kratë e mia, e kam mbajtur vetë, nuk kam marrë asgjë nga politika. Kështu janë pjesa me e madhe. Edhe Thatcherianët e viteve 80 që e kanë thënë këtë kanë hequr dorë, sepse kam parë që ato shoqëri kaluan në kriza dhe pa institucione demokratike, pa institucione publike. Më falë, tani të lutem. Ti mendon realisht që demokracia e Shqipërisë varet nga nëse RTSH-ja do ketë 30 apo 5 milion, më thuaj të lutem, o Andi, e vërtet. Prandaj ta dha shembullin. Po prandaj ta dha shembullin. Shiko, e problemi është. Do me thënë, në qoftë se ti vjen nesër në pushtet, në qoftë se ti vjen nesër në pushtet. Nuk janë të thjeshta zgjidhjet që janë punë. Janë më thjeshta, ti thua shteti vogël. Janë të thjeshta zgjidhjet për cilat ka nevojë Shqipëria. Kush ka para gjen zgjidhje thua ti? Privatizim? Privatizim. Kush ka para gjen zgjidhje? Njeriu pa para s'ka vlerë, thua ti. Ky është thelbi. Po pra. Unë thash një gjë të tillë? Sa po e the pra? Do me thënë, zgjidhja shteti vogël, lërja në dorë kapitalistit se zgjidha i. Pra, kush ka para, zgjidh problemin. Jo, ai si përmarrësi. Duket e të mërshme si logjik. Ai si përmarrësi që ti e shikon si armik, ai është zgjidhja. Dakor, ai nuk punon vetëm për veten e vet. Ai krijon vende pune, ai zhvillon ekonominë, ai rrit rrogat, nuk ka zgjidhje tjetër, Andi. Shteti se duhet sipërmarrës, duhet dhe sindikat, duhet klan dhe top, po duhet dhe televizion publik. Pra, nuk
gjehet zgjidhja vetëm përmjet kapitalizmit dhe privatizimit. Dhe unë e mbylla se s'do ta unë më shumë. Unë mendoj që dhe punonjësit apo të punësuarit, ata që ti sapo quajte, si quajte se është një fjalor që në fakt rrallet gjoj... Argat, se është një fjalë që e humbur ndër vite. Unë mendoj që nuk ka argat, dakord, dhe sot një i punësuar, që unë i kam gjetur bashkëpunëtor dhe jo të punësuar të mitë, mbrojtje më të mirë për ata, mbrojtja më e mirë nuk është sindikata, mbrojtja më e mirë për ata është mundësia për të zgjedhur një alternativë. Dakord, unë në ato vite që kam drejtuar kompanitë e mia, jam meraku im ishte se si bashkëpunëtorët e mi të ishin motivuar dhe si të krijoja kushte që bashkëpunëtorët e mi të vazhdonin të punonin, sepse në tregun ndërkohë Shqipëria është e mbushur me argat. Ata që punojnë fasoneri janë argat, nuk janë njerëz të lumtur. Ata janë argat sepse për ata duhet zgjidhje. Ata janë argat. Thelloja privatizimin, çoj një pronar atyre që ta zgjidhin me paratë e tij. Nëse ti unë nuk i quaj argat njerë dhe unë i quaj ata që do doja të kishin më shumë mundësi. Dhe ata nuk kanë mundësi, ata nuk kanë mundësi sepse ekonomia është e kapur. Jo sepse duhet shteti të futet në ekonomi. Tani, Agron, është e pak i mengjër të... është shumë i mengjër dhe tim, nuk e do të drejtën të jetë i mengjër të i e majtë. Vetëm në mund t'i them... Kjo ishte një këshill që pranoj me kënaqësi. Ta them edhe pastaj më ndihmo. Se më bëri përshtypje nga që zoti Bushati nuk e mohoi faktin që këtu ka abuzim dhe shteti është abuzues. Tu jemi gjithë dakord. Ti bje dakord sepse në fakt një shtet i madh është abuzues, se është i pakontrollueshëm, është lehtësisht i korruptueshëm, ka shumë burokraci. Kjo nuk do të ne ofrojmë një shtet vogël, po pikërisht nuk po themi një shtet të dobët. Një shtet i vogël është shtet i fortë, një shtet i madh është vetëm abuzues. Tani, se edhe kjo më bëri përshtypje se ju flisni në një treg të lirë apo në mënyrën kapitaliste që ne mendojmë, do fuqizojmë oligarkët. Oligarkët fuqizojmë pikërisht kur shteti është i madh dhe abuzues. Ata janë furnitorët e oligarkëve. Në një treg të lirë furnizohen sipërmarrësit e ndershëm, sepse ka më tepër konkurrencë dhe ka më tepër mundësi për t'ia dalë. Kapitalizmi këtë ka. Ecin njerëzit e Zot. Sa do ecin më shumë, sa më pak, po gjithë do ecin para. Me institucione publike kontrolluese. Nuk ka rrugë tjetër. Institucione publike e kanë ndihmuar oligarkinë. Ata janë bashkëpunëtor në këtë gjë. Shteti dhe si formohen oligarkitë? Pikërisht me ndihmën e shtetit. Barbara, t'ju jap një ndihmë vogël se ju nuk arrini që ta kuptoni, se ndoshta se keni qetësinë, që jeni kapur të tema të vëshë. Ndoshta ajo mund të ilustron të tërë. E hapëm këtë si tempo. Ajo se ilustron të tërë. Ne po flasim për ekonomi, ti vazhdo të vëshëja. Jo, nuk ilustrova. Jo. A ndoshta ilustron të tërë, unë nuk besoj që ilustron të tërë. Tani unë nuk jam i mengjër të dashur, po taksat të shindun se kupton. Fal. Se kupton, ta shpjegoju. Fal, mund po leta. Dhe një lutem. Atë flasa po jo, se pyetje do të... Po të them dhe unë në njës, po të doni, ja? Dakor. Jo, po deshët se... Jo, ta kemi drejt në fole pjesën e parë. Fole shumë? Jo, mos fole, se... Të ojqën në fakt. Unë se kishe shumë është... Tani, për të konkluduar dhe për shikusin për këtë pjesën, të vëshëja u përdorë si një metaforë ndërruar të shikus... Si zgjidhet një problem. Për të thënë që për si zgjidhet një problem i rëndësishëm në këtë vend. Bashkoheshin disa gjera. Do shta Agroni si politikan tani atë fokuson, sepse edhe nuk mund të marrë të gjithë median për të vrarë se e vrasin Agroni atë pas. Ata që ti pretendon... Po meri me mediat, po s'kishtë lidhje me mediat. Një minut. Po meret se tani ti merë një njeri, një gesi, e rejë në darkë dhe të e marton në mëngjes. Një minut. Merë një gesi, e rejë në darkë, e marton në mëngjes. Ose merë Osmanin, që vret 5.000 njës ditën. Prit. Edhe të gjitha ti marrës, të gjitha bashkë, Bushati e ka dhe këtu të kjo. 0,5% unë jam me ty në një pikë. Televizioni shtetror tani është pak mediokër, më shumë është mediokër se sa të problem mediokër, është fare mediokër. Por, nuk duhet privatizuar. Dikur, dje për dje televizioni e të shupende. Dje për dje në demokraci. Merim duar trokitjet më kujtojët mua të... Duar trokitjet e duar Selami dhe Petit Kalakurës dhe ja kalonin doktorit. Kur s'kishe të mamë, s'kishe të plot aji. Pra kë ka qenë televizioni, ka qenë një fantazëm. Unë jam për privatizim. Ka qenë një mekanizëm barbar. Pra për televizionin të. Jo, e mori si metaforë, dhe i themi shikusit që ne mbetëm televizioni për këtë shkak. Por, zoti Agron,
ti je dhe kapitalist, biznesmen, unë nuk e kuptoj taksën 8%. Ti do të thotë që shteti zhvishet fare nga kjo tani, me qa do jetojnë, se edhe doktori këto taksat. Po i diti sa taksë edhe doktori, ardhurat? pa njerët Malezisë, Malezia i kishte 14, 12 kishte thënë. Jo, 12,5. 12,5. E tregon dashej në përstu. Po, dhe 12,5. Ulesh me dashen edhe tregon këtë bisedë. Sa e ka, kush e ka më të ullët? Malezia i kishin thënë. Malezia, kësa 4 metra, 5 metra, 12. Edhe fut në 12. Ti e ke bërë 8. Qa do me thënë kjo tani? Se tani mund të ish fare, më mirë i që e fare. Dgjoj. A thoj? Merë tjetër. E para. E dini se janë të ardhurat nga tatimi të ardhurat nga i 8%? Po e se unë ekonomisë e kështë smerën. Po dakord. Po jo që të gjitha Po taksat, të them që nga jo shteti shqiptar këto nëse zgaboj më rreth 12% të gjitha të ardhurave, në total. Dakord? Ullja prej 8% pa llogaritur se si do ndikoj në formalizimin e ekonomisë. E dini që gjysma e ekonomisë është e pa formalizuar, është totalisht jashtë, nuk paguan taksa fare. Pa llogaritur rritjen e të ardhurave, ka një kosto më të ulës se 500 milion euro në vit, pa e konsideruar fare atë. Dakor? Dhe unë jam i mendimit që ajo do ndihmonte shumë në formalizimin e ekonomisë, e para dhe dyta. Ne jemi të vetmit që flasim për ulje të taksave dhe për kursim të parave publike. Do thotë që çfarë do kursejmë nga shpërdorimet, nëse në vend që të shpërdorojmë paratë e qytetarëve, s'u marrin fare nga xhepi. Shumë e thjeshtë. Tani, dhe ne jemi të vetmi që themi këtë. Gjithë të tjerët thonë, ne jo vetëm do ulim taksat e do marrim më pak, por do rrisim dhe shpenzimet. Dhe kjo na dallon, kështu që bën shumë sens nëse e shikon në total. Po pe vetëm një pjesë, tu as bën sens se thua të kalosh nga 15 në 8. Ke propozuar adoptimin e euros në vend të lekut. Pse mendoni që është e mirë kjo gjë? Atëherë, se i se ngritur për shumë një zonjë, dhe ajo, unë ma dërgoj dhe mua shkrimin. Irena Beqiraj. Beqiraj? Zonja, Beqiraj tha... Tani, pagroni tha... shikoni, unë mendoj... Në fakt edhe unë kam këtë ide. Unë mendoj... Në 20 euro, se sa ta bësh njerë euro, e mere fut në lumë, e lanë e thanë, e bën si duesh ti, edhe lanë dhe borgjet e gjitha. Shiko... Për mua, po unë aqë kuptoj. Jo, që propozimet tona në Shqipëri, sepse kemi mësuar në këto 34 vjetë, gjënë gjithë të njëjtën gjë. Do përmirësoj marsimin, do ulim taksat, të njëjtat gjë. Propozimet tona mund të duken të çuditshme për një vesh që nuk është mësuar, që nuk ka parë se çfarë ndodh në perëndim, që ndjek ato dhe populizma, do thosha, sovraniteti i lekut, monetar, se janë gjëra që janë gjitha me të dëgjuara. Por adoptimi i euros në vend të lekut ka një logjik shumë të thjeshtë. Ekonomia shqiptare, se shumë unë e dëgjova dhe këtë reagimin që është sumor fare me thelbin. Pa, thoshte 100 milion euro, thoshte është efekti që... Sa? 100 milion euro, thoshte. Ja, është për shumë. Nga change. Me borgjin me këta. Tani, shikoni, problemi është që unë do doja shumë që të flitej për thelbin dhe... Po, pra thelbit. Po, për thelbin edhe një pseudo ish ministra e qeverisë Rama, në vend që të merret me thelbin, bën ne të shikojnë qytetarët. Jo, mos është kjo është fakt. Ndoshta fyerje është ajo që përpiqet ta bëjë si fyerje. Fyerje për mua, është fyerje për këtë. Dakor, dakor. Që në me thelbin e harxhon kohën duke bërë montime, duke vendosur muaj që të fluturoj me para. Kjo është mënyra se si sulmohen propozimet që mund mos pëlqen, unë jam i bindur që nëse pyeten mbetemi te kjo. Po, te kjo do mbetem. Se euro. Sa efekt është pozitive ka? Kjo do mbetem. Jo, thjesht e tregova si shembull se si në mënyrë banale dhe patetike. Kjo s'është banale që të merresh të thuash të japësh mendim me një çështje të thuash Gonxha nga Vllora. E kishte tekst. Po, me këtë fillonte. Figura si ajo që tha mentori që bën ti, nuk hiqet një njeri me 20 vjet kontribute me gisht, pa ajo është mënyrë komunikimi. Nuk ka... Unë po nënvizoj mënyrën e komunikimit. Unë nuk besoj se kjo është mënyrë komunikimi prej dikujt që mendon se është një ekonomiste e shquar dhe akademike apo që merret me thelbin. Unë mendoj që kjo është një mënyrë ala Spiropali. Atë se bërë shërë vlonjatës. Tani këte po kthehemi tek... Tani, e para njerë të flasim kush i bën këto gjëra. Një zvënds
Bërë shërë vlonjatës tani edhe një. Qa efektesh pozitive ka euroizimi? Do vete, dhe atje do vete, po do të lashtë të përgjigje, mos e vrimëndje, mos e vrimëndje, se vetë unë atje vete. Dhe tani po flasim për ishtë zëvendësministrin e financave të një nga qeverive më të korruptuara që ka patur ndonjëherë Shqipëria. Dakord? Edhe tani më sulmon se unë kam një ide. Unë mendoj që duke patur parasysh që Shqipëria, ekonomia shqiptare, sot që flasim, po thoj se 50% e ekonomisë shqiptare është në euro. Duke patur parasysh që luatjet e euros kanë vënë në vështirësi të jashtëzakonshme si pasoj e hyrjes parave të pista, parave të korrupsionit, kanë vënë në vështirësi shumë të madhe gjithë sektorin e sportues, të cilë u ka rënë të ardhurat me 20%, thjesht sepse euro këtu ka ardhur euro pa fund nga të gjitha anët, duke patur parasysh që ne po vemi drejt Europës, duke patur parasysh që këtë euron që ne, të cilët ne i trëmbemi dhe s'mund të zëndësojmë me lekun ton se o mbasim sovranitetin, e ka 25 vënde të Europës, jo të Bashkimit Evropian. Midis tyre ka dhe 2 vënde që nuk janë fare pjesë e Bashkimit Evropian, që është Kosova dhe Malizi. Duke patur parasysh që kjo gjë do sillte dhe të mbaroj, këto janë pozitive për cilat flasun. Këto janë pozitive. Biznesi nuk do vuaj më luatjet e euros, investorët e huaj do jenë më të gatshëm të investojnë në Shqipëri sepse investojnë në një treg ku moneta është e njëjta. Do ketë norma interesi më të ulta për kredimarsit. Janë të gjitha dhe çfarë u mbasim, sepse temi të thelbi reagimit. Do rriten çmimet? Dhe në Itali kur hoqën lireta do futën ose këto vendet. Dgjoj, kjo është një gjë që ka ndodhur në Itali. Kosova, pse pyet për atë? Jo, në momentin ke jetuar një pjesë në Kosovë. Jo, në momentin pse nuk e bën pyetjen për Kosovë? Jo, momenti i euroizimit, ai momenti i parë, pra. Jo, dakord, më po ai le të hash një herë në fillim se sa të hash gjithmonë kështu tani. Jo, po. Ke qonë euron nga 140 në 90. Ky është një efekt duke patur parasysh se që një pjesë e mirë e shoqërisë shqiptare mbahet nga remitancat, të cilat vinë në euro dhe luan me atë, pas një vit janë 80 dhe vjen në vështirësi, duke patur parasysh të gjitha këto gjëra. Lëndë borxhet. Pastaj takon çmimeve. Shqipëria sot blen në euro. Çdo gjë që hyn në Shqipëri vjen në euro. Paguhet në euro. Kështu që nuk ka arsye. Do thuash ti mund ta abuzojnë tregtarët, po tregtarët mund ta abuzojnë gjithmonë. Nga ana tjetër ne është euro me lekun janë shumë afër për të momentin, se një nga problemet më të mëdha që ka patur dhe ka sjellë rritjen artificiale të çmimeve ishte sepse me lirën për shembull ishte 1-2, nuk ishin aty në këtë rast jemi aty. Por sidoqoftë, unë mendoj që ky ndryshim sjell përfitime, kuptohet është përfitimi i madh edhe kostoj që ka ai 100 milionë euroshi duke patur parasysh i exchange-eve, janë 100 milionë, nuk janë pak që paguajnë gjithë, po ta përpjestojmë për numrin e qytetarëve shqiptar, ka një vlerë të caktuar. Çdo qytetar shqiptar kur këmben lekët paguan, ka një kosto. Çfarë u mbasim? Dhe këtu vim tek hartimi i pseudo-ekonomistës. U mbasim sovranitetin monetar. Këtë e di dhe një student i vitit parë të shkollës të Universitetit të Ekonomisë e di që kur ti heq dorë nga moneda kombëtare, automatikisht u mbet, edhe duke mbyll, sovraniteti monetar. Do të thotë që u mbet një instrument që është i rëndësishëm për politikën monetare. Tani, por harojmë që ne mendojmë se një instrument, por në fakt ai instrument është një instrument që ka shumë pak efekt ose s'ka efekt fare në ekonominë shqiptare. Pse? Sepse është Banka e Shqipërisë praktikisht ka një instrument, si të kesh një rubinet, ti e hap dhe e mbyll. E hap kur do të shtysh ekonominë dhe e mbyll kur do që të mbash në kontroll çmimet. Dakord? Por ti e ke atë rubinetin e lekut, por gjysma e ekonomisë është në euro. Dhe praktikisht praktikisht nikon vetëm mbi gjysmën e ekonomisë. Po pastaj, jo vetëm kaq, po gjysma e gjysmës është informale. Nuk financohet nga bankat. Për të thënë që ekonomia shqiptare ka financohet nga bankat vetëm rreth 30%, kurse Europa e ka 90%. De facto, ai rubineti kur ti edhe për pjesën e lekut, nuk ndikon mbi ekonominë në tërësi, po ndikon mbi 1/3 e gjysmës. De facto, instrumenti që ke si politikë monetare për të ndikuar në ekonominë është praktikisht 7 euro, këtë problem tjetër. Jo, pse do ngelem të njëjtat. Po. Jam pengi. Po se jemi të limituar tani. Tani, me qëra fjala, se edhe unë e pyeta me që
Prap do të nxjerrësh. Irena Blonjani. Edhe unë e pyeta qatin s'po e nxjerr fare këtë. E pyeta si duket Irena Beqiraj po ta... Ja, këtu e kishte halën, që tregoj Irena. Ke bërë dhe ti Po nuk po e nxjerr. Bravo, të Po nuk po e ndërrojnë, nxjerr. Po pikërisht. Ke bërë dhe ti që mendon, po nuk e nxjerr. Mirë bere kështu, më mirë. Jo, se të Doja vitë vetëm- studio për shqit një ide të re dhe të meresh me personin, jo me E qartë, e qartë. Shiko, vetëm doja të shtoja për punën e Eros. Do të pranojmë një gjë. Më parë për shumë mbaj mend kur merja Eros, unë si arkitekte, projektet i mbaja të gjitha në euro, më duhet shkoja të thyja para që të përdorja lekun në Shqipëri. Me barazimin e Eros dhe lekut, ti nuk ke nevojë edhe ta shkëmbesh më paran. Ku do në Tiranë apo në Shqipëri, paguan në euro. 20 euro kisha unë sot, 1500 lek të vjetra ishte buka, e pagova në euro. Është një monedhë që është e pranuar dhe është e përdorshme Qartë, çdo ditë. qartë. Është e përdorshme. Por mos harrojmë pastaj që bizneset kanë një problem shumë të madh edhe mbi qartësinë që juve mund të duket jo e rëndësishme, por imagjinoni një turist që vjen këtu, se ne duam të jemi më të I qartë, i qartë. Ja bin leki vjetë, ai leki vjen rjetë, thot sa kushton kjo? Me të I vjetra. thua 10.000. Ja, më ne e provojmë vetë, nuk e Aty provojmë është shkuar 1000 lek, ai ka euro, bëhet një lëmsh. Ky po Okej, Agron, A pyes, Zot, ja, ta bëj dhe unë një këtë dhe ti e bën pastaj këtë pyetje. Pyetje e ke kështu të tjetër lloj. Për këtë që kemi thënë. Pa bë, shko, Bushati trajtoi këtë çështjen e punonjësve, domethënë ose shqetësimit për politikat sociale. Tani ju dalloni edhe nga krerët e partive të vjetra, edhe nga krerët e partive të re, se ju keni menaxhuar. Edhe tash menaxhimi është pika juaj më e fortë. Një pyetje lidhet me atë si keni menaxhuar ju kompanitë tuaja. Pra, punëtorët që i quhet jargat, si keni trajtuar modelin e funksionit. jemi shumë pak këtu. E dyta, këtu të fut një fjalim e ty. dyta vizioni, Ky të fut një fjalim E dyta- këtu e dhe dyta- ne gdhiemi këtu. e dyta, ju e keni kështu si monolog në fakt shtrirë në kohë këtë çështjen e denoncimit. Unë e kuptoj këtë shumë mirë. Çfarë garancish, cili është modeli juaj i luftës ndaj korrupsionit, i një prokurimi publik transparent, i respektimit të rregullat? Cili është modeli juaj dhe edhe në përgjithësi çfarë modeli kapitalizmi doni të ndërtoni? Model Kiliana, model, ku diun, Model Shqipëri. modelin Kiliana, modelin 100% privatizim. Unë jam me atë, me privatizimin. Pra, privatizimi është ciklik. Do njëherë ti shkon si Italia, që ju e dini gjithashtu. Në momentet saktuara shteti shkon të publike, me kompanitë e ujit, energjisë, me autostradat, me bankat e tjera. Në momentet të tjera pastaj shkon të privatizimi pjesët madhe të aksionit. Por duhet ta kuptoj çfarë modeli keni ju, se kjo është që të kuptoj që keni vizionin e stërës apo shiko. Ne, se e thashim fillim, Sa më shkurt se kam dhe unë dy. ne kemi Dhe kemi kohën limituar. ideale dhe të mundshme. Ne vim nga një shoqëri që kemi vuajtur nga Thash. çfarë Po s'më dëgjon. është Si e bërë dhe moderator tani, se ky kërkon të mbyll televizorin tani që vajte ti atje. Po, refuzoj ftesën. 3 veta, dëgjoj. Për drejt te po. Dëgjoj. Fal. Ore ishte batutë. Që të kuptosh. Ishte batut pra tani se ta çirojmë pak bisedën. Që të kuptosh pse ra viktime e asaj që vajtin punë tani. konsulenti. Po u bë kjo tendja ky ha. Më fal, brenda një vajti javë. tani. Më fal, Ylli, brenda një javë u ftua konsulenti, Eraldi u ftua dhe kryetari, dhe thotë shko të vëshë kështu. Po vajtet te ty. Po erdhën a vet. Po te ty dakord më po. Ty e kam përgjegjësi me televizionin, nuk e ka vetëm me ty. Tani. Vizioni i së tërës, si krye menaxheri. Atëherë. Unë e kuptoj që Se ky disi ka përgatitur të fjalim tani. Për ta mbajtur gjithë fushatën. Thuaj. Je i papar vërtet. Vërtet i papar për s'ka gjë. To janë kushtet, do shfrytëzoj Na gdhiu këtu tani, na gdhiu këtu. Atëherë, është shumë e thjeshtë. Ne vim nga një shoqëri gjatë regjimit që çfarë ishte shteti ishte botës. Dakor? Dhe të gjithë është dhe ka vazhduar në këtë mënyrë. Dhe kjo është shoqëria shqiptare. Fatkeqësisht, ndjesia që çfarë është e shtetit, është e jona, është shumë e vogël. Ndjeshmëria, shumë e vogël, është fakt. Në Shqipëri është fakt. Çfarë është e botës? Kjo që ndodh në të gjitha institucionet publike, çfarë është e shtetit, është e botë. Unë kam jetuar në Perëndim dhe nuk është edhe atje sigurisht çfarë është e shtetit nuk kanë të njëjtin kujdes që kanë me çfarë është e tyre, por jo si në Shqipëri. Dhe në këto kushte, unë mendoj që pikërisht në këto kushte ne duhet
të fillojmë ta zvogëlojmë shtetin, mos të zvogëlojmë administratën, të zvogëlojmë burokracinë, sepse fatkeqësisht në këtë vend, akoma si pasojë e të kaluarës tonë gjatë regjimit, çfarë është e shtetit, është e botës dhe askush nuk kujdeset. Jo vetëm kaq, por nga ana tjetër, shteti praktikisht kush merr pushtetin, kërkon një mënyrë për ta shfrytëzuar. Si të kapi ekonominë, të pengojë dhe aty lind korrupsioni dhe tjera. Nëse kjo na shtyn dhe ky është modeli im. Disa receta. Shteti vogël po dhe funksional. Na jepni disa receta ta gron shef. Ky receta zotri tani se na morëm qaf, ky receta të mban tërnatën. Ore, se ky për receta është, e kupton. Unë dëgjoj shpesh. Si doktori i kësaj pune, ekonomistë. Unë dëgjoj shpesh jep recetë. Që flitet për modele, ka një model, është kapitalizmi i vërtet. Jo karikaturë e kapitalizmi se ajo që kemi parë. Ne flasim për oligarkin, por oligarkia... Ka disa modele. Dakord. Ka vetëm një. Atëherë, ne t'i afrojmë një kapitalizmi, një nga modelet të zgjedhin këtë duan. Por vetëm të largojmë kapitalizmi nga karikatura e kapitalizmit. Ne nuk kemi, ne jo vetëm... Propozoni privatizim është dështim. Po jo, mor, jo, vetëm këtë referendum. Se u kthyen prapa ty. Kjo është vizioni ynë, kjo është absolutisht. Tani, kjo është vizioni ynë, ka dështuar kudo. Ore, shiko, ku ka dështuar? Amerika ka dështuar? Digji ka dështuar Amerika? Me njerë pasi dështoj? Ka dështuar Amerika? Me njerë pasi dështoj në krizën e 2008-ës, qëfar bëri? Shtetëzim. Për si? Që po thumë? E më që bëri me bankat, i shptoj gjitha, nuk i la të vdisin në treg. Nuk i la të vdisin në treg. Po nga trosh të vdisin ishte shtetëzimaj. Ishim borgja. Zoti... Ta para, jo, kishte një pyetje tjetër. Po sa bere për një... Po në fund le 6 pyetje në një kohë. Në një bashkëpunëtorin tim, se unë kam patur një llogari që kam bërë, të paktën 50.000 veta kanë marrë të paktën një rrogë në një nga kompanitë e mia. Në këtë 20 ditë. Ke njohur ndonjëherë? Jo, po të pyes, ke njohur ndonjëherë? Jo, nuk kam njohur. Tani fakti që ke patë 40.000 se kam patë të fat që takoj një nga këta 50. Jo, më thjesht po të them, po të them ke takuar edhe për shembull ai koncepti asaj zonë. Jo, këto e komunikimet, to shortset në Instagram, unë kam pëlqyer që jo, më se më pyete për biznesin, Jo, meqense ai po flet, më bëri një pyetje, të bëra pyetje si ke menaxhuar kompaninë. Unë po të pyes, ke pas probleme me regjimin e Ramës, po du ta kuptoj si ke menaxhuar. Po të bëra një pyetje, nëse ti ke takuar ndonjëherë, nuk e takuar, atëherë ta shpjegoj, atëherë thjesht për të thënë që unë nuk kam takuar njerë në rrugë, të më dali njerë dikush në rrugë, që të më ankohet, apo të ketë patur një problem me mua. Të siguroj një gjë, në biznes, gjë e parë për të patur sukses, është që bashkëpunëtorët e tu të jenë të kënaqur. Ky është çelësi i suksesit, dakord? Kështu që, sepse nëse nuk janë të kënaqur, punojnë keq, nëse nuk janë të kënaqur, ikin nga puna dhe të dele dhe nami e së të vinë njëri në punë. Përsa i takon se shpesh... Sot gjithë punëtorët e ndërtimit të kullave janë njerëz të kënaqur që i blejnë librat e kalamajve me lehtësi, që të shojnë bukën shtëpi me lehtësi dhe janë në çfarë bote jeton, po s'është puna te ju. Nuk është një shembull. Po cili shembull, po më thuaj, ke ti ndonjë mënyrë, ke ndonjë termometër që mund ta përdorim për ta matur, më thuaj. Po më thuaj si edhe, si llogariti. Kanë sindikata, s'kan sindikat, kjo i bën të lumtur për dallim. Ka sindikat, ka taksim dhe s'ka taksim. Andi i kupoj sindikatave, o anti, ka i kur. Taksat e ulta që propozoni ju, në një vend ku disa janë pasuruar në kurisë të tjerëve, që nga kohë Saliu 2 e deri ke Rama i 4, është për të siguruar dhe garantuar, nëse ju vinin pushtet, ata që na kanë vjedhur për 12 vjetë. Në qoftë se këtu... Shka vjedhur të? Si përmarsit të kanë vjedhur? Pa dyshim. Po jemër se ke gabim? Pa dyshim. Që të kanë vjedhur ajdutët, jo si përmarsit? Jo, e ke gabim. Shqipëria, Edi Nëse ti Rama. jeton në një Shqipëri shumë më të mirë se ajo e 91-shit, bete në restorante shumë më të mira, bete në hotele më të mira, ke shërbime më të mira, Andi, duhet i këtë të falenderosh ata si përmarsit që kanë marrë mundimin, kanë marrë riskun, ata nuk janë ajdut, po ngatron ajdutët e pushtetit me si përmarsit e ndershëm. Nëse ti nuk ka më bukën e zezë të 91-shit, po kur
vetet e fura e bukës, tani ajo zgjedh, zhvillim. është fal, ai është zhvillim falsipërmarrësve, Andi. Dhe mos i quaj ajdut, se nuk janë ajdut, janë njerëz që punojnë, që kanë ngritur Shqipërinë nga ajo që ti dhe unë në thënjëshi në atë që është sot. Mos i quaj ajdut. Jo, mos i quaj ajdut, se aq pak sa është bërë, e kanë bërë ata. Dhe mos i quaj ajdut, se kanë bërë ata, Andi. Nuk e kanë bërë opinionistët këtu duke dhënë mënd, Andi. E kanë bërë ata me punë. Mos i quaj ajdut. E kuptova që po i thua votuzve mos i quaj ajdut, Andi. Jo, po të them që qa është bërë. Jo, unë, Andi, mos i quaj ajdut, se janë... Mos i quaj ajdut, se janë punëtor, janë më shumë punëtor se ata që ti me... Zoti Sheaj. Se nuk punojnë, po lëri të ato. Unë po flasë. Për çfarë po flet, cilët janë ajdutët? Për ata që punësojnë, ata që mbajnë ekonominë, ata janë ajdutët. Ata që kanë përfituar... Jemi në limite, Oligarkët. Janë vetëm oligarkët. Kaluar limit. Ka dhe shumë njerëz nga rrethi më i vogël që aty i lidh me kryetaren e bashkisë, ka bërë Byolli Zhverishe, ka ngrit një biznes. Po pikërisht janë lidhur që përmend ti, janë me politikën, Ata janë një pakit. Zoti Bushati, ata që përmend ti janë lidhur me politikën. I socializmit ka dështuar, Andi. Modeli i socializmit ka dështuar. Nëse do ta marrësh në qafë të vend, ngri taksat, zmadho shtetin dhe ishu dëshirën qytetarëve shqiptarë. Nëse do ta vrasësh këtë vend, këtë bëj. Nëse do ta vrasësh këtë vend, lëri gjithë njerëzit në dorë të njerëzve me para. Ata që ndërtojnë kulla që njerëzit me para nuk janë në problem. Atëro kapitalizmin me karikaturën e kapitalizmit. Kjo Shqipëria që... Si korrigjohet karikatura... Duke vajtur drejt kapitalizmit, jo duke vajtur socializm. Si korrigjohet karikatura... Duke vajtur në kapitalizm dhe jo socializm. Si korrigjohet karikatura... Në përmjet kapitalizmit të vërtet, jo socializmit, Andi. Socializmi është varfëri, është njerim, është vuajtje. Kapitalizmi vërtet është ai që gjithë shqiptarët kur ven jashtë. Më shkruajnë që jo do të thjesht do të thuash dy fjalë, po Ati e ven. Ai në Itali ku jeton. Vem për kapitalizëm, vem për socializëm. Ai në Gjermani e në Francë që paguan deri 40 deri 50% të taksave, njeriu që fiton shumë ja rikthen mbrap shoqërisë. Çfarë rikthen? Çfarë rikthen? Po pra. Këtu ka njerëz që kanë fituar 15 vjet dhe ata ti do i taksosh më pak nëse vjen pushtet. Pra ti do rrisësh pa barazi në këtë vend dhe do fuqizosh oligarkinë. Ka që thjesht. Unë mendoj që kjo është e vetmja mënyrë për ta zhvilluar vendin, për ta zhvilluar ekonominë. Dakor, vetëm nëse zhvillohet ekonomia, Shqipëria do bëhet një vend më i pasur. Në kuris të argatëve. Të cilët argatëve? Në kuris të argatëve. Këtyre që po të flasë pra, ata që punojnë për ditë për të ngritë kullat. Ata, pas sigurime, me robë qesharake, që nuk... Mos i fut të gjithë në një thes, Andi, mos jo, nuk i fut, po kjo është realitet. Nuk janë sipermarket, ata po kjo është realitet. Ta janë ata që janë lidhur me korrupsion. Jo, s'kemi me. Janë lidhur me qeverisë, atyre Sovjetas në kontrol. Kurioz dhe për bujqësim, jo, çdo njeri që është pallat sot është i korruptuar, thua. Tani un kam po flas për ekonominë, thua mua për ndërtimin. Zoti Sheaj. Fare me nga dy fjali kam dy pyetje. Me që barbar arkitekte pra. Ja u kam bërë një herë. Të da thoja, po ju e keni... Jo, po. Sepse ajo që thoni ju është e pa drejt. Ju flisni për sipermarketit, sikur sipermarketit janë hajdut dhe njerëzit e pasur janë problemi. Se ta shkur. Këtu në këtë vend... Ata që janë pasuruar këto 15 vjetë në mënyrë pa drejt, janë problemi. Këto në fund Andi ka zgjidhur keqe. Këto e me kështu e mendon. Ti mendon që kapitalizmi është problemi. Unë mendoj... Janë pasuruar në mënyrë pa drejt, janë problemi. Ata nuk janë sipermarket, janë hajdut. Dhe taksa që do i vësh atyre nesër, do i pastroj pasurin. Zoti Bushati. Atër, ajdutve nuk mund t'i dallosh ajdutët në përmjet. Ajdutët do pagojnë taksa, të ndeshmi nuk do pagojnë taksa. Ajdutët do të shkojnë në punë. Në qofë se një pjesë e shoqërisë, nuk mund të dënosh gjithë shoqërinë. Në qofë se një pjesë e shoqërisë është pasuruar në mënyrë të shmendur, ajo do taksohet. Nuk do jo zgjidhi gjithë humani ju dhe spaku. Tu nuk bjem do të dakord, se ka një gjë. Shiko, po s'to bjem dakord në përgjithësi. Jo, po ta them edhe unë mendimin tim. Po thuaj sa të lutem. Barbara sa më. Atëherë, për sa i përket hajdutëve që ju thoni, ato hajdut që ju përmendni janë pikërisht këta që janë oligarkë dhe nuk kanë vjedhur veten, kanë vjedhur me shtetin, se nuk ka hajdut më të madh në këtë rast sesa vetë shteti. Edhe nuk është e vërtetë që me kapitalizmin ndërtohet pabarazia e madhe, sepse dhe kapitalistët besojnë te barazia, po besojnë te mundësitë e barabarta. Kjo e ndërton pastaj ndershmërinë dhe konkurrencën. Nuk është e vërtetë ajo që ju thoni. Koncepte të ndryshme, dakord. Po jemi këtu. Tani dy pyetje të fundit që dua nga një fjali. Një e hoqja për doktorin,
Partia Demokratike mendon ti se sot na ka marrë Agroni databezi. Kanë frika? Ja ke marrë? Ja morë databezi? Kam thënë dhe herë tjetër, kur rithemelimi, Basha i vodhi rithemelimit e demokratëve. Unë vjedhe që aty toj, po ti s'ke marrë. Tani, sekund, Jepe. Kur i vodhën Vullën, vodhën Selin, vodhën Partin, vodhën databazën, unë kam darë me rithemelimin, informacionin isha mbledhur në 8 vjetë, apo sa vite ishin aktivitet politik, dhe në bast me ato kanë ndërtuar Partinë Demokratike nga fillimi. Kështu që po më akuzojnë që gjoja i kam vjedhur diçka që unë u kam dhënë. Qa të themun tani? Qa është? Ajo akuzë është e pavërtet. Të nderuar teleshikues, Kishe 2 pyetje apo një? jo, po ja kam bërë njerë për me Edi Ramën kur koalicion, thotë me Sali Berishin e lakë sho. Jo. Edhe me Sali unë. Vetue. Nuk ka koalicion me asnjëherë, nuk ekzistojnë kushtet për koalicion para zgjedhjeve dhe nuk janë kushtet as për pas zgjedhjeve. Ne nuk jemi parti politike që bëjmë pazare, që gënjejmë opinionin publik, i themi Nuk to sot me asnjërin. vetëm se pastaj Pra, me asnjërin koalicion. Nderuar teleshikues, me asnjërin koalicion. Nderuar teleshikues, në pjesën e dytë ishim me Barbara Dodën dhe me Agron Shejnë, kryetari i partisë Mundësia. Mundësia që përpjekja dhe idetin e kemi që për mundësit e reja. A mundet ky vend të ketë? Nuk e dim. A do të keni ju vota për Agronin? Agroni thot po, dhe gjasat janë që ky të marrë votat dhe ne urojmë që ju të merrni votat që po kërkoni. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Se shiko si jam pitur. Se shiko Se qa pret të them unë tani. Jo, se ti po prisni tani që Jo, s'flas, ti thej që Bushati të ndryshonte dhe... Ne kemi dalë dhe çdo ditë dalim që të ftojmë besimin e qytetarëve, kjo s'ka dyshim. Ne po na besuan, do na votojnë. Barbara, faleminderit. Po na votojnë, kaq shumë e thjeshtë. Ne themi çfarë mendojmë. Ky është Faleminderit se themi atë që mendojmë sepse kemi bërë në jetë. Këtë popullat në mbetëm gjatë sot. Edhe themi diçka që se thot askush tjetër. Kemi shfrytzuar hapësirat e kapitalizmit. Faleminderit shumë, urojmë që ju të merrni votat dhe të jeni vërtet një forcë serioze në rregullimin e vendit. Rregullimin themi se mjaft i paregulluar është. Faleminderit nderuar teleshikues, nëse na keni ndjekur deri në këtë orë të vonë. Tani do të takohemi javën e ardhshme. Shumë faleminderit. Natën e mirë. Faleminderit.